mbrëma nderuar shikues, jemi sot si zakonisht ditën e njëjtë në emisionin tim për gjeopolitikën. Para se të fillojmë bisedën me të ftuarin, të dëshiroja të kujtoja të gjithëve ju që ende se keni bërë subscribe kanalin, të klikoni aty ku thot subscribe, që t'ju vinë dhe t'i bëni videove like, që t'ju vijë notification-i atje, që ndjekim ne ju ne, njëkohësisht falenderojmë dhe sponsorët e emisionit ton, të cilët ndihmojnë në gjallërimin e emisioneve tona të podcasti Okult. Mirë, fillojmë me të ftuarin ton special, zotin Dritan Goxhaj, analistin e shquar për çështjet gjeopolitike, sidomos i shquar si profesionist që është në çështjet i veçantë nga të tjerët, në çështjet ushtarake, meqense edhe profesioni i tij është ushtarak. Zoti Dritan, mirë se më ke riardhur në emision, është kënaqësi që të jemi bashk, sepse bisedat me ty janë gjithmonë interesante dhe bashkër pasere mund të kemi dhe debatet vogla. Unë këtu, si gjithmonë, dua t'ju kujtoj atyre që bëjnë një koment aty që nuk jam vetëm në rolin e moderatorit, por jam edhe në rolin e bashkëbiseduesit, sepse podcasti kështu është, nuk i lejon dot shumë të ftuar, kështu që her pas here kur ne do bëjmë biseda me Dritanin, nuk dua që të keq kuptoheni dhe të thoni pse nuk e le të ftuarin më shumë të flas. Këtu jemi të barabartë të dy, por unë bëj dhe moderimin e emisionit. Zoti Dritan, dëshiroja të bisedonim, si të thash dhe para se të fillonim këtu, të flisnim pak për këtë ngjarjen që ndodhi në Sydney, me vrasje, siç deklaron media, me 15 të vrarë në atë ditën e parë të festës së çifutëve që quhet Hanuka në Australi, ku dy persona që thuhet nga shtypi, po kemi parë të paktën njërin prej tyre, ishin babë e birë, kanë qelluar dhe kanë vrarë pjesëtar çifut në këtë festë. Çifut të Australisë, në kërkimet që kanë bërë unë, kanë shkuar në shekullin e 17 për herë të parë, kanë qenë 4 të dënuar që kanë mbajtur në udhëtimin e parë në Australi, nga Londra, dhe kanë qenë sefardik, pra kanë qenë hebrej. Ndërsa më pas, kur filloi konflikti i çifutëve me popullin gjerman në shekullin e 18, kanë ikur dhe Ashkenaz, për të u bërë të qartë edhe njerë, se unë shpeshere kam thënë, çifut është fe, hebre është racë, çifut është si kur thua musliman ose i krishter, por nuk tregon racë kur thua musliman, mund të jesh turk, mund të jesh bosnjak, mund të jesh nga Jemeni, mund të jesh nga Tanzania, nga Malajzia, pra nuk tregon racë. Edhe Jewish, fjala Jewish që ne i themi çifut në shqip, për shkak të ndoshta shkërbërjes së fjalës Juif që kanë francezët për Jewish që i thonë në anglisht, ne kemi Juif çifut, domethënë të përafërt me frëngjishtën. Fjala çifut nuk ka kuptim pejorativ, absolutisht, se unë jam interesuar në ndonjë gjuhë, se ka thënë ai shkrimtari Schwarz dikur që tregon pejoracion, mish i ngordhur, mish i varur, mish i qelbur. Unë kam pyetur njerëz që din arabisht shumë mirë, që din osmanisht shumë mirë, dhe që din dhe turqishtën e re, që këto mund të jenë 3 mundësit nga ka hyrë fjala çifut në shqip, dhe më ka thënë që çifut nuk ka kështu siç ka thënë Robert Schwarzi. Të paktën ai është autoritet dhe është njeri që ka qenë ambasador, që i flet gjuhët, të gjitha të treja këto gjuhët, ka qenë ambasador i Shqipërisë në Arabi Saudite, në Stamboll, dhe i kam thënë në mënyrë të veçantë që ma kërkojnë çik të fjalën, ekziston ndonjë nga këto gjuhët, dhe më ka thënë jo, është vetëm në gjuhën shqipe, dhe unë mendoj që mund të ketë lidhje me këtë frëngjishtën.
Pra, të mos i ngatrojmë, hebrejt janë qifut nga besimi, por qifut janë dhe etiopian të zinë kaq, janë qifut ata që merren me minierat e Afrikës së Jugut, dhe qifut është edhe një grup njerëzish që janë me origjinë turanike që quhen qifut ashkenazin, ose qifut që flasin gjuhën idisht, që është një përzierje mes gjuhëve turanike, gjuhëve slave, gjuhës hebraishtes, pra është një përzierje e këtyre. Dhe sot shumica e popullsisë janë këta që flasin idisht, janë qifutët ashkenazin që dikur kanë qenë në atë perandorin kazare që ka qenë aty mbi Krime midis detit Kaspik dhe mbi detin e Zi, deri në shekullin në gjysmën e parë të shekullit të 11. Dhe këta janë shumica e 16 apo 17 apo 18 milion banorëve që janë këta të shpërndarë të gjithë në përbot, kurse hebrejt janë vetëm shumë më pak, 1.5 ose 2 milion, dhe ajo që është karakteristike është që sionist janë kryesisht qifutët e lindjes, këta popull turanik që nuk janë hebrej, kurse hebrejt e vërtet, ose sefardikët që kanë qenë dikur në Spanjë, nuk janë mbështetës në përgjithësi të politikave sioniste, të cilët përdorin historinë e hebrejve për të vendosur një sundim politik me pikësynim botëror dhe për të bërë Jeruzalemin qendër të asaj që duan të bëjnë këta rrëzimin e Pax Americanas dhe Pax Judaikas. Si mendon Dritan pas këtij shpjegimi ndoshta të nevojshëm që duhet të obim njerëzve se nuk i kanë të qartë, këtu për shembull fjala Jewish përkthehet hebrej. Është një lloj sikur të përkthesh fjalën musliman ta përkthesh arab. Meqense Muhameti ka qenë arab ose origjinat e islamit vijnë nga Arabia. Kupton që është një përkthim i gabuar, o them të edhe përkthyesve. Fjala Jewish nuk është e barabartë me fjalën hebre. Mund të jesh hebre dhe të mos jesh as Jewish, se mund të jesh ateist, por mund të jesh dhe i zi, etiopian dhe të jesh Jewish, por kjo s'do të thotë që ti je hebre, nga raca hebraike, hebrejve, e Mojsiut të lashtë. Pse ndodhin gjithë këto probleme vetëm me këtë popull? Kudo që kanë qenë këta probleme me populatat vendase, sepse këta janë një popull i shpërndarë në të gjithë botën. Këta s'ka pasur vend që s'ka mbajtur dhe nuk kanë pasur probleme. Kush është arsyeja? Mirë me të krishterët që ju vranë Krishtin, do me thënë atë profetin ose perëndin Zot të trefish që kanë të krishterët, se është më tepër se profet Jezusi është ati biri dhe shpirti i shenjtë sipas teorisë fetare të krishterëve, po me muslimanët këta në luftë, me të gjithë në luftë, si shpjegohet, mos janë këta popujt e tjerë të gjithë të këqij dhe këta janë të mirë, kudo që janë këta ka probleme. Si e shpjegon këtë ngjarjen e Sidnejt, Dritan? Nga ato që ke lexuar dhe që ke në radhë parë formësuar në mendjen tënde. Mirë se u gjeta. Faleminderit sërish për ftesën. Jam plotësisht dakord me ato që shpjeguat, është e nevojshme sidomos në rubrikën e Shqipërisë, për arsye se përdoret shumë termi qifut dhe në momentin që përdor termin qifut, kryesisht në mediat në rubrikën e Shqipërisë, shteti i vendos gjoba mediave për përdorimin e këtij termi. Pra shteti nuk e ka konceptin e qartë se ç'do të thotë qifut. Pra qifut është si të thuash musliman, i krishterë, asnjë në këtë aspekt. Por në rast se ti e përdor këtë, ata quajnë të gabuar dhe gjobisin mediat aty ku ky term përdoret. Është diçka absurde, pra tregon një ignorancë të theksuar në terminologjitë fetare dhe njohurinë e terminologjive fetare nga ana e institucioneve shtetërore të Republikës së Shqipërisë. Normalisht që edhe një pjesë e popullatës, përfaqësisht se nuk janë shumë të interesuar në aspektet fetare, edhe njerëzit nuk kanë dijeni për këtë pra. Mosdia në këtë aspekt është shumë e gjerë. Dhe kësaj mosdie i ndihmon edhe mediat e shkruara kryesisht, të cilat këtë term e përdorin dhe e shpjegojnë në termin pejorativ, pra në rast se ti thua qifut. Me ndikimin nga Robert Schwartzi e kanë. Nuk besoj që është totalisht ndikimi i Robert Schwartzit, por e kanë marrë nga vetë këta kazarët, pra unë i quaj kazar këta, sepse nuk është se janë hebrej, pra janë kazar, nuk janë hebrej,
dhe kazar janë të gjitha dhe kjo vjen për shkak të asaj absolutizmit moral, për arsye se këta kazarët kanë futur duart edhe në atë Biblën e tyre, që është Bibla e Scofield, Bibla që kanë bërë ata në Amerikë. Dhjatra e vjetër. Po, dhjatra e vjetër, kanë futur duart edhe në Tora, edhe në një Bibël tjetër që kanë bërë, dhe aty e prezantojnë veten sikur këta janë absolutizmi moral. Në momentin që shkojmë drejt absolutizmit moral, atëherë shkohet që të gjithë të tjerët janë të këqij dhe ne jemi të mirët. Dhe po të shohësh veprimtarinë e gjithë këtyre kazarëve, përfshi edhe shtetin e kazarëve, i cili është shteti nazifashist i Izraelit, aktualisht sot, veprimi i tyre ndaj çdo lloji tjetri që nuk është pjesë e besimit të tyre, pa që nuk është pjesë e besimit çifut, por që përket besimeve të tjera, komplet gjitha besimeve të tjera, veprimet e tyre janë në aspektin që këta janë të këqij, ne jemi të mirët. Dhe absolutizmi moral sjell vetëm errësirë. Po këta kazarët pretendojnë që ne jemi hebrejnë thonë, dhe prandaj këta duan që të përkthehet fjala kjo është problemi, sepse këta nuk janë hebrej. Pra këta janë popull të tjerë, të cilët pretendojnë se janë hebrej, pra pretendojnë se janë të tillë. Shiko, pse them janë të gjithë kazarë të ardhur nga lindja, nga Uralet. Janë gjithë kazarë të ardhur nga lindja, nga Uralet, në këto për arsye sepse edhe kazarë kemi, edhe slavët që i kemi, janë të gjithë slavë. Pra ne themi kazarë, por realisht janë slavë. Slavë të cilët pretendojnë se janë hebrej. Pak janë, por shumica janë slavë. Janë slavë, po të shohësh, kanë të njëjtën mentalitet që kanë edhe serbët, kanë të njëjtën mentalitet që kanë edhe grekët. Dhe unë ta them, pra, shikoni kur këta unë kam përkthyer një libër, Tribuja 13, do ta fal, kur ti i mos haro, ta jap dhurat, ta lexosh, e ka shkruar Arthur Koestler. Është super libër. Dhe ky tregon tërë historinë në shekujt e 7 si filluan të krijoheshin këta, ku i kishin qendrat, me kë kishin lidhje nëpërmjet Teodorës, njerëz nga perandoreshat u martua me perandorin bizantin dhe krijuan lidhje me Bizantin, që i kishin komshi dhe kanë shkuar mirë me Bizantin. Pastaj këta i luftuan shumë këta vikingët që erdhën hyn nga Dnjepri, e ju hapën luftë të madhe, dhe pastaj dhe këta varangianët që edhe këta janë po e goditën nga veriu dhe i shkatruan. Po shkatruan pra ka shekullin e 11 diku të tillë. Shekulli 10, midis shekullit 10 dhe shekullit 11 u shkatërua perandoria kazare. Por po të shohësh ta janë të gjithë, pse e them slav. Shikoni, kemi një gjë. Kur këta që pretendojnë se janë izraelit, pra Beni Israil që quajnë veten hebrej. Këta kur erdhën në vitet 40, që filluan të vinin në lindjen e mesme në Izrael, në sonë Palestinën, cilën e quajtën më mbrapa Izrael. Në këtë Palestinë, palestinezët, ta muslimanët palestinezë, islam, i pritën këta me duart të hapura. Pra i pritën nëpër shtëpitë e tyre. Dhe më pas këta ju zunë shtëpit dhe i përzun nga shtëpit. Tash, Hasan Prishtina këndonin dhe hymnin palestinez, ta kur ishte festa kombëtare e Palestinës, dilnin si qytetarë të Palestinës. Qytetarë palestinez ishin, çdo kush mund të hyjë sot në YouTube dhe gjen një intervistë të Golda Meir, ku thotë që unë deri në 48-ën kam pasur pasaportë palestineze dhe kam qenë qytetare palestineze. Pra nuk është se ata mund ta mohojnë këtë gjë. Por shikoj të bëj lidhjen e këtyre slavëve të quajtur kazar. Hasan Prishtina shkruan që po e fute serbi në shtëpi. Ai në fillim hyn si mysafir. Pastaj ta merr gjysmën e shtëpisë. Pastaj ta merr të gjithë shtëpinë, të përzë, dhe ti duhet të hysh në negociata me të, që ai të mund të japi ty një dhomë të shtëpisë tënde që ti jetosh në shtëpinë tënde. E njëjta që ka ndodhur edhe me këta kazarët në Palestinë. Pra ju kanë zënë shtëpiat palestinezëve dhe i kanë përzë nga shtëpiat e tyre. Të njëjtën gjë thot Faikonica për grekët. Pra në rast se ti grekun e fut në shtëpi, thot. Grekun grek, jo arvanitasin, sepse ata janë shumica në arvanitas, po grekun grek. E fut në shtëpi. Ai ta merr shtëpinë, thot, të përzë dhe ti duhet të hysh në bisedime vetë për të pasur një dhomë për të jetuar. Pra shikoni, të gjitha janë të ardhur kanë një veprimtari. Dhe kjo tregon që të gjitha janë të ardhur slav. Edhe në Greqi ata që të cilët mbajnë grek janë këta pothuajse vëllezër. Po edhe këta janë popull i ardhur, nuk janë popull autokton. Pra kemi slav, të gjithë janë kazar të ardhur dhe një pjesë mbajtën besimin ortodoks, kurse një pjesë ndruan dhe bën të besimin çifut. Dhe këtu, pra janë një këta. Këta janë të gjithë të ardhur. Janë të gjithë slav të ardhur që andej. Nuk janë popull autokton. Po si shpjegohet që kudo që vjen këta ka konflikt? Pikërisht sepse këta bazohen mbi absolutizmin moral. Pra këta pretendojnë që këta janë baza e të drejtës dhe këta kanë gjithçka, këta janë vetëm e drejta. Pra këta janë morali, këta janë super morali. Dhe çdo gjë tjetër. Di një histori sekrete të ta them pse i kanë dëbuar nga Egjipti? Sepse në kohën e Mojsiut,
sepse kur shkuan në Egjipt, që i pranuan i mbajtën egjiptianët, piramidat kanë një mangësi në maj, po ti shikosh nuk kanë maj. Ato majat kanë qenë prej Floriri. Dhe këta i vodhën ato majat e Floriri, dhe perandori që e mori vesh, i faraoni, se thash perandori, i futi represion, derisa ja u mori ato florin të grabitur, plakat e florinve dhe i dëbovi. Pra këta ku do që ven, këta kanë probleme. Këta duke qenë 1%, 2% e popullsisë kapin 70-80% e ekonomisë, të arsimit, edhe ju në konflikt me banorët vendas që janë shumica. Pikërisht, që në qëllimi është të kontrollojnë komplet botën, pra. Gjithçka tjetër në kontrollin e tyre. Dhe ai që do të kontrollojë gjithnjë botën, pra, pavarësisht këtij populli, edhe një individ i caktuar i cili ka maninë e kontrollit diçka e pravuar nga absolutizmi moral. Kjo është dhe edhe Talmudin e kanë të mërshëm këta. Absolutisht. Edhe kjo që ndodh. Talmudi quan, domethënë çdo gojim thotë janë dele, ti mund t'ja marrësh pronën, t'ja grafitësh, t'ja vjedhësh. Në Talmud, kurse në Tora janë më të kujdesshëm, kurse në Talmud janë. Ky është absolutizmi moral që ata kanë ngritur. Siç kanë muslimanët Kuranin dhe hadithet, Talmudi si hadithet. Jo, si hadithet që nga Jo, shiko, në hadithet tregohet jeta e Muhamedit, e profetit, po tregojnë edhe jeta morale si duhet jetë. Kurani, Tora, Ungjilli dhe Ungjilli janë libra të zbritur, pra. Por pjesa tjetër pasaj që ka dalë janë futur duart, pasaj të gjitha janë bëra, por hadithet nuk kanë të bëjnë me të. Talmudi është jeta praktike, si të bëjnë këta festa, si duhet të tatuojnë, si... Hadithet janë thënie të profetit. Hadithet janë thënie të profetit. Dakor. Po dhe këta kanë të mojësirë në Talmud. Absolutisht që kanë, por ama hadithet nuk janë pjesë e Kuranit. Jo, po edhe Talmudi është pjesë e Torës. Po këta ndjekin Talmudin. Po këta ndjekin Talmudin, në Talmud dalin hapur këta. Kurse muslimanët ndjekin Kuranin. Bile s'ka një thënie të profetit Muhammed alayhis salam, i cili thotë që në rast se një besimtari i humbet rruga dhe nuk e gjen rrugën, as të thëniet e mia, as të ligjet islamike, atëherë le t'i kthehet Kuranit. Baza e parë është Kurani. Pastaj janë hadithet. Baza është Kurani. Pastaj vijnë katër shkollat gjithçka baza është kuranike. Ato janë gjithë baza është Kurani. Baza është Kurani dhe çdo muslimtar, çdo musliman, çdo besimtar ka për kushtetuta atë Kuranin. Pjesa tjetër pastaj janë gjëra që në Australi çfarë mund të ketë ndodhur? Në Australi, që ndodhur në Australi është pjesa e saj quhet false flag operation. Pse them që është false flag operation? Sepse sa morirem për ata që se kuptojnë false flag, domethënë një veprim që unë për shembull thyej një telefon këtu që ta akuzoj pasaj dritanin dhe me theve ti kupton ky quhet false flag. Dhe 23 ditë para se të ndodhte ky veprim, Ministria e Jashtme e Izraelit së bashku me shërbimet sekrete izraelite kanë lëshuar një memo disa vendeve perëndimore në të cilën shkruhet që brenda një kohe shumë të shkurtër do të ketë veprimtari terroriste quajnë ata, të nxitur nga element të Hamasit, Hezbollahut dhe Iranit kundër hebrejve që jetojnë në vendet dhe një nga këto vende është përcaktuar edhe Australia, pra edhe qeverisja australiane i ka vajtur një shkresë të tillë. Dhe 23 ditë më mbrapa ka pasur problem, tension midis qeverisë izraelite dhe qeverisë albanezes, që është kryeministri australian, sepse Albanezia në lidhje me çështjen e Palestinës dënoi genocidin e shtetit izraelit dhe këta hyn në një konflikt të madh me Kinën dhe me Australinë. Po kjo që ka ndodhur para 23 ditë, pra ky shkresë. Dhe më njëherë pastaj shkresë 23 ditë më mbrapa ndodh ky veprimtari. Dhe me ndodhjen e kësaj veprimtarie, të gjitha mediat izraelite dhe shteti izraelit deklarohen që këtë e ka bërë Irani, pra është me përkrahjen e Iranit. Ndërkohë që aktualisht ka dalë lidhja me ISIS-in, pra. ISIS është një organizatë terroriste e krijuar nga ISIS dhe nga CIA dhe nga Mossad. Po nga këta, nga Mossadi. E kanë thënë vetë agentë të CIA-s. Pikërisht, po nga Mossadi, pra. Dhe kjo ju doli jashtë kontrollit. Dhe këtu i kthehemi sërish asaj që në Kur'an ka një shprehje Zoti thotë që ndikovi ajo ndryrja e muslimanit. Ajo po pikërisht, pra unë do të kthehemi sërish te Kur'ani dhe Kur'ani ka një ajet dhe thotë që Zoti, ata e bëjnë planin natën dhe ne ju aprishim ditën. Pra këto janë planet e tyre. Dhe prandaj them që është false flag operation dhe asgjë tjetër. Kush është synimi nëpërmjet saj? Ku duan të arrijnë? Synimi nëpërmjet saj duan të arrijnë
një luftë të justifikojnë një goditje të re ushtarake, pra një luftë të re kundër Libanit, pra Hezbollahut në Liban dhe të pushtojnë territoret libaneze, pra jo vetëm lumin litan, po të shkojnë deri më tutje, pra të marrë njëjtat territoret që kishin deri në vitin 2000, që kishin deri në vitin 2000 ato territore. Dhe njëta gjë duan sërish të sulmojnë Iranin, por nuk mund ta bëjnë këtë të vetëm. Pra për ta bërë këtë ju duhen patjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se Evropën e kanë me vetë. Ju duhet një mbështetje morale. Edhe mbështetja ushtarake, jo morale, sepse po mirë, nëpërmjet moralit kryejnë mbështetjen. Baza aty është mbështetja ushtarake dhe pa ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata nuk mund të bëjnë asnjë dhe për këtë arsye janë duke krijuar këto false flag operations, cilat unë mendoj se do të vazhdojnë, pra nuk është vetëm ky, për të krijuar idenë që shikon, ne jemi të sulmuar në të gjithë botën dhe për këtë arsye edhe këta duke drejtuar gishtin nga Hezbollahu, Hamasi dhe nga Irani, dhe këta neve duhet t'i eliminojmë se po su eliminuan këta, këto do të vazhdojnë. Pra ky është qëllimi i tyre dhe kjo. Kishin holokaustin që e përdornin për të mbijetuar, tashi holokausti sepse holokaustin e ra sepse ata bën një holokaust tjetër kundër një populli tjetër që ju një popull tjetër. Ata janë një njëjti popull, pra tashi ata duan të ngrenë një holokaust sërish me këto. Po ne pavarësisht se themi një popull tjetër, po themi një popull tjetër në aspektin se ta quhen palestinezë, ta quhen izraelit. Por realiteti është që hebrejtë dhe palestinezët janë një popull. Janë semitik. Pra, hebrejtë dhe palestinezët janë një rasë sepse kanë një baba. Prandaj hebrejtë nuk janë sionist. Kanë një preardhje, pikërisht sepse kanë një preardhje. Po ti shohësh, edhe në aspektin fetar, hebrejtë kanë shumë ngjashmëri me Islamin. Po. Në jetën e tyre fetare. Ngjashmëritë janë edhe kanë jetuar shumë mirë me njëri tjetrin në shek. Jetën, ja akoma aktualisht edhe jetojnë. Jeruzalemin ata atje ku ka sot hebrej, erdhi Islami e kanë dorëzuar, nuk kanë luftuar. Atje ku sot jetojnë hebrej, pra hebrej, marrëdhëniet e tyre me Islamin dhe me muslimanët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë një, pra nuk ka pasur probleme ke hebrej në Irak, ke hebrej në Iran, që në Iran ke 2 miliona sa. Ke hebrej në Australi 120.000, 123.000. Po s'janë hebrej. Po, shumica janë ashkenazi, kudo janë shumica. Po flas për hebrejt. Këta s'janë hebrej. Po, po them për hebrejt. Po them për Po, çifutët pastaj është çifut ka edhe në Shqipëri. Po. Që thonë unë jam besimtar të atij besimi, edhe ai është çifut. Jo, s'të pranojnë atë. Tondi. Ti s'mund të bësh dot çifut. S'të lën ata, po mos kesh preardhje nga nëna, nuk të lën. Prandaj ata thonë, ne jemi të gjithë hebrejtën, jemi komfe. Po, nuk është ashtu. Jo, ashtu e kanë ata. Shkoti në sinagogë duhet të bëjmë çifut së të qasin. Nuk të lën, po s'patë nënën. Jo, ka ndryshuar, do bëj. Nuk hebre po çifut bësh. Në fenë e tyre bëhesh pa problem fare. Është e njëjta gjë bësh, siç pranohesh në fenë kristiane, siç pranohesh në fenë islame, ashtu pranohesh në fenë e tyre. Mund të bëhesh simpatizant dhe jo, edhe çifut bëhesh. Po çifut nuk të bëj. Edhe çifut bëhesh, por nuk bëhesh hebre, po çifut bëhesh. Çifut bëhesh pa problem. Është e njëjta gjë. Mirë, Dritan, quhem të zauruar këtë bisedë, besoj që dham disa informacione dhe opinionet tona. Ne nuk kemi absolutisht asnjë qëllim për të thyer popullin hebrej, cili është një popull vital me vlera të mëdha që nga lartësia që kanë dhënë kontribute në zhvillimin dhe cilësinë e jetës kudo që ata kanë qenë, por ne, domethënë biseda jonë është ne kemi fembi fe të vërtetën dhe nuk mund të mos themi ato që shikojmë dhe dëgjojmë, madje kritikët më të mëdhenj të sionizmit sot në botë janë hebrejt, të cilët kudo kanë bërë protesta kundër trajtimit që Izraeli dhe Netanyahu i bën masakrave dhe genocidit që ushtruan mbi popullin e mirë fatkeq palestinez, që është nga popujt që dhe karma e këtyre, në qoftë se vërtet ka karmë, do të jetë një karmë shumë e keqe e këtyre që ushtruan këtë genocid përballë Zotit. Dhe ndoshta pas disa brezave këta kanë për ta paguar në qoftë se karma ekziston pasardhësit e tyre. Si është ajo shpreha që u tha Mojsiu kur zbriti nga mali, këta diskutonin për që bën viçin e artë, dhe kur Mojsiu zbriti dhe pa që ata po adhuronin viçin e artë, viçi e artë është simboli i arit, i pasurisë, dhe rabinët kërkonin që të shpërndaheshin në të gjithë botën dhe ne të kontrollojmë të gjithë botën duke u shpërndarë
Kurse Mojsiu kërkonte të bënin shtetin e Izraelit dhe të rinin në një shtet, mirë po këta rabinët i thanë, ky shtet mund të sulmohet nga një shtet mi fuqishëm, edhe mund të na shkatrojë, kurse duke qenë të shpërndarë dhe duke qenë gjithmonë të lidhur pas një betimi për të qenë besnik ndaj fesë tonë dhe qëllimit për të shtenë në dorë gjithë pasuritë e popujve, ne do të arrijmë një ditë që të dalim në krye të gjithëve, megjithëse jemi në numër, jemi më pak. Dhe Mojsiu ju tha që mirë, tha, me qënë se ju keni vendosur kështu, shpërndauni, por ta dini që ari dhe lotët nuk do të ndahen kur. Dhe këta vërtet janë shumë të pasur, po kudo kanë pasur konflikte, ka pasur pogrome të mëdha në lindje në konflikt me slavët dhe me varangianët, me vikingët e Rusisë, me ata që janë rase bardhë aty në Rusi, po dhe me skithët që janë të parët e banorëve të këtyre zonave, që skithët janë të ngjashëm me dorët dhe jonët e racës tonë, sepse raca tonë ka qenë e shtrirë deri në Urale edhe deri në Spanjë, dhe por kanë qenë në një numër më të vogël dhe më vonë u dominuan nga këto racat e tjera. Madje Napoleoni, kur u doq Moska, kur doli që e pa Moskën duke u djegur, edhe i tha, shko qa kanë bërë slavët, jo, tha, këte se bëjnë slavët, këta e kanë bërë skidët, tha, skidët janë, tha, si akrepi, tha, kur zjarri rreth tyre nuk ekziston, ata e krijojnë vetë, dhe kur zjarri vjen t'i djeg, ata e lmojnë veten. Skidët nuk dorëzojnë kur. Kështu ka thënë Napoleoni kur pa Moskën duke u djegur. Mirë, Dritan, dëshiroja të bënim një bisedë tjetër në lidhje me dy taktikat geopolitike që po ndjekin ish imperatoria britanike dhe perandoria amerikane. Dihet që në kohën e Elisabetës së parë, mbas viteve 1550, pra në gjysmën e dytë të shekullit 16, edhe dhe në luftën e parë botërore, u kryu ajo që quhej rendi botëror, që quhej Pax Britannica, ku në perandorin britanike dielli s'perëndonte kur, sepse shtrihej nga Azia e largët ose nga India deri në Amerikat, në dy Amerikat ose në Amerikën Veriore, kryesisht ku ishin britanikët, se në jug ishin këta spanjollët dhe portugezët. Dhe mbas luftës së parë botërore u kryuan kushtet për të filluar ajo që quhej Pax Americana, ku britanikët nëpërmjet Deep State-it, ku filluan të merrnin kontrollin që me këtë presidentin që kemi ne aty, Bustin Wilson, që me presidentin Wilson filloi Deep State-i, funksionimi Deep State-it në Amerikë, se dhe në presidentin Wilson ata kishin qenë president që luftuan kundër hegemonisë britanike mbi Shtetet e Bashkuara, kam pasur dhe doktrinën Monroe që në vitin 1912-23, kam pasur luftra ku nuk u lejua 1812, nuk u lejua tynin fuqitë e huaja në këto revolucionet që filluan në Amerikën Latine, dhe Britania filloi nëpërmjet Shteteve të Bashkuara, pra Deep State-it që e kontrollonte, të bënte punët e saj të pista. Dhe në Amerikën e Jugut quheshin Yanki dhe ishin të urryer, sepse quheshin kolonizatorë të rinj. Në politikat botërore, kur filloi, sidomos mbas luftës së dytë botërore, filloi Amerika kudo në lindjen e mesme, në gadishën e Indokinës, luftrat me Vietnamin, dhe çdo punë Britania filloi ta përdorte si fshesë për të pastruar punët e saj, filloi të përdorte Amerikën në atë që quhej Pax Americana, po në fakt ishte prap Pax Britannica e fshetë. Kanadaja ka qenë një nëndece e Britanisë që sa herë që ngrinte kokën në politikën amerikane, ndonjë president si Kennedy që kërkonte të krijonte sovranitetin e vërtet nga perandoria britanike dhe një shkëputje prej interesave britanike, ata e eliminuan. Tashi Trumpi deklaroi që për luftën në Ukrainë, për vazhdimin e saj ka kish Britania. Se dihet kur filloi lufta, Boris Johnsoni, kur Zelenski shprevi ato ide të veta që mund të bënte paqe me Putinin dhe takime në Stamboll, ai nuk e lejovi Johnsoni, dihet që
vajti Zelenski në Londër, erdhi Johnsoni aty dhe tha lufta do vazhdoj. E njëjta gjë ndos tash kur Trumpi po përpiqet të bëj paqe, Starmeri nuk e lejon pas takime që pati Zelenski në Londër. Dhe presidenti Trump e vuri gishtin mbi shtëpinë Windsor. Ta është mbreti ai që nuk lejon të ketë paqe. Tashi ta përmbledh. Britania në dokumentin e vet strategjik të lëshuar në qershor dhe të firmosur nga parlamenti britanik ka shprehur dëshirat për të dalë përsëri në haptazi në rendin Pax Britannica, duke thënë që ne do luftojmë të vendosim vlerat tona të kapitalizmit, të demokracisë, të parlamentarizmit, të pluralizmit në të gjithë vendet e botës. Pra ka shprehur dëshirën e saj imperiale, ka shprehur haptas. Ndërsa e kundërta ka ndodhur në dokumentin strategjik të Shteteve të Bashkuara, ku duket që Shtetet e Bashkuara po hyn në politikën para wilsoniane, në politikën e izolacionizmit. Dhe Trumpi pothuajse ka dalë me doktrinën Monroe, të cilën në Amerikën Latine e prishin disa vende, siç është Venezuela, e cila ka filluar të futë fuqitë e mëdha tuaja, siç është Kina, por jo vetëm në interesat ekonomike të dy Amerikave, në Amerikën qendrore, ku ndodhet Venezuela, dhe njëkohësisht që edhe problemi i kanalit Panamas, të cilin Amerika e pastroi dhe nuk lejoi që ta merrte ai miliarderi kines. Si e shikon ti këtë dalje të re në politikat botërore, këtë ambicie të hapur perandorake të Britanisë për të vendosur vullnetin e saj dhe vlerat që sjell Britania, që ata i quajnë vlera, dhe kësaj përpjekje izolacioniste të Shtetet e Bashkuara. A shikon ndonjë rrezik që mund të ketë luftë në Evropë një, dhe kjo është tema pyetje e dytë, dhe midis NATO-s evropiane dhe Rusisë, dhe e dyta, a mund të ketë ndonjë rrezik që në Amerikë parulla të bëjmë Amerikën e madhe, mund të ketë kuptimin të bëjmë përsëri Amerikën të bardhë dhe të vazhdoj në mënyrë të thelluar politika e ashpër, ndoshta me një luftë të dytë civile amerikane për të përzënë racat e tjera të cilat kanë hyrë nga politikat e deep state-it në Shtetet e Bashkuara për të mposhtur dhe për të paksuar, ashtu siç po ndodh në Evropë, sipas planit Kalergi, për të dobësuar Shtetet e Bashkuara. Pra, këto dy pyetje, dy politika strategjike të dy vendeve, dhe a mund të ketë rrezik për luftë në Evropë dhe luftë civile në Amerikë. Janë dy lloj pyetjesh. Unë para të sqaroj që interesat britanike, pra dëshirat e britanikëve janë dëshira dhe mesin dëshira. Britania nuk ka asnjë kapacitet që sot të kalojë në atë që ka qenë perandoria britanike, sepse kapacitetet më së pari janë kapacitetet ekonomike, energjetike dhe ushtarake. Të treja këto kapacitete Britanisë i mungojnë totalisht dhe nuk mundet i bëjë këto. Dhe kapacitetet njerëzore, pra e katërta, cilat nuk i ka për të arritur për të bërë këtë gjë që do të bëjë. Ajo çfarë ata përshkruajnë që duam të bëjmë pluralizmi ekziston sot në gjithë botën. Edhe në vendet diktatoriale të botës ekziston pluralizmi. Pra nuk është se ekziston pluralizmi, parlamentarizmi po ashtu ekziston në të gjitha vendet e botës, me përjashtim 2-3 vende të cilat janë sultanate, siç është sultanati i Omanit e këto, po edhe atje ekziston një lloj parlamentarizmi, pra parlamentarizmi ekziston kudo. Demokracia nuk ekziston në asnjë vend. Kudo në të gjithë botën sot kemi republika demokratike, po jo demokraci republikane. Demokracitë janë një mashtrim. Jo, nuk janë një mashtrim. Atëherë do kemi gjë, shiko, sot gjithë bota ka republika demokratike. Prej 45 e mbrapa, në të gjithë botën kanë ekzistuar. Demokraci do të thotë të qeverisë shumica. Jo, ka në të gjithë botën ka ekzistuar prej 45 e mbrapa republikat demokratike dhe vazhdojnë të ekzistojnë republikat demokratike, por jo demokracitë republikane. Pra kemi dy dallime të ndryshme në këtë aspekt. E njëjta gjë është edhe në Angli, kemi republikë demokratike, edhe në Amerikë kemi republikë amerikane. Republikë demokratike. Sa Amerika është republikë. Po është republikë demokratike, jo demokraci republikane. Ashtu siç jemi edhe neve republikë demokratike, edhe siç kemi qenë republikë demokratike. Pse është ndryshimi midis tyre? Pra, kur themi republikë demokratike, do të thënë që pushtetin ja ka populli, që është sovrani, ja ka deleguar disa individëve. Pra kemi një pushtet të deleguar dhe ata qeverisin me këtë pushtet të deleguar dhe bëjnë si duan ata. Kjo po ndodh aktualisht në gjithë botën.
Nësa kur themi demokraci republikane, do me thënë që ekziston struktura e shtetit të formës republikane, por ama pushtetin nuk e delegon më, pushtetin e mban populli. Unë të zgjedh ty si parlamentar, si ashtu, por ti për çdo gjë nuk merr ti vendimin e marrun, ti bën vetëm propozimin. Pra pushteti qëndron te populli, unë vendos. Nëpërmjet referendumeve, Nëpërmjet votimeve, nëpërmjet mbledhjeve natore. Në çdo gjë. Pra, edhe drejtorin, pra, kur themi demokraci republikane, do të thotë që edhe drejtorin e policisë ta zgjedhë populli me votë, edhe prokurorin ta zgjedhë populli me votë, edhe gjykatësin ta zgjedhë populli me votë, edhe drejtorin e shkollës ta zgjedhësh me votën e anëtarëve të këshillit pedagogjik, gjithë tjetër, edhe drejtorin e spitalit ta zgjedhësh me votën e punojësve të spitalit. Pra kjo është demokracia republikane, pra si strukturë funksionon në aspektin e republikës, por pushteti i përket popullit. Ndërsa ne pushtetin e kemi deleguar, e kemi shkruar edhe në kushtetut, biles pika 2 kushtetut thotë që pushteti i përket sovranit dhe sovrani ja ka deleguar këtë një grupi të caktuar. Pra neve pushtetin ja kemi deleguar këtyre bashkibozukëve dhe këta bashkibozukët që i kemi deleguar pushtetin bëjnë sikur tashmë pushteti është i tyre dhe ata mund të bëjnë çfarë duan ata me këtë pushtet. Pra këtu kemi një ndryshim. Dhe këtë aspekt, ajo çfarë pretendojnë britanikët ekziston për momentin. Pra nuk ka asnjë. Kurse unë jam kundër asaj që thoni që amerikanët shkojnë drejt izolacionizmit. Jo, në asnjë mënyrë strategjia e kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës që paraqiti qeverisja Trump, pra administrata Trump, nuk është izolacionim dhe nuk është doktrinë Monroe. Ajo është hegemonizëm i pastër, është doktrina Wolfowitz. Në vitin 1992, Paul Wolfowitz ka qenë nën sekretari i mbrojtjes dhe ka qenë pro-sionist. Ka qenë edhe nën sekretari i Departamentit të Shtetit, i Departamentit të Mbrojtjes dhe i ngarkuar me detyrën për politikat e mbrojtjes. Dhe ai ka botuar në 92-shin një pamflet, cili quhet Politikat e mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe Skull and Bones është nga shkolla e Yale-s dhe është nga këta republikanët e egër të George Bush Jr. Po, dhe aty e përcakton se çfarë duhet bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe po ta marrësh ta lexosh atë doktrinë, çdo kush që mund të jetë interesuar mund të hyjë sot në Facebook, në internet, në Google dhe të shkruaj doktrina Wolfowitz. Dhe i del. Është aty, PDF. Dhe le të marrë doktrinën Wolfowitz dhe le të vëj paralel me të edhe doktrinën e re të Trumpit. Fjalori i përdorur është i njëjtë. Nuk ka asnjë dallim, asnjë ndryshim. Trumpi në momentin që ti nuk mund të them që nuk është izolacioniste, për dy arsye. E para nuk është izolacioniste sepse ti e ndan fuqinë tënde dhe thua fuqia ime dhe i ndan Afrikën, Evropën, Azinë dhe lindjen e mesme. Pra kur ti ndan këto në 4 kapituj të ndryshëm, pra se çdo veproj Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thënë që ti nuk hiq dorë nga këto. Pra ti nuk ke një politikë të vetme. Ti e ke ndar politikën tënde të jashtme. Dhe në këtë aspekt, sot Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nisur një proces të ristrukturimit të forcave tyre të armatosura për këtë arsye. Sot Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë disa komanda. Komanda Europiane, komanda Afrikane, CENTCOM-i, komanda e Veriut, komanda e Jugut, pra që dhe çfarë bëjnë? Të gjitha komandën afrikane, europiane dhe CENTCOM-i bashkojnë në një komandë dhe do i quajnë edhe komandën e Azisë, pra Azisë juglindore që kanë, i bashkojnë një komandë dhe do t'i quajnë komanda për ndërkombëtare. Pra komanda për marrëdhënie ndërkombëtare, për jashtë, komanda ushtarake për jashtë. Pra i bashkojnë në një komandë vetme për t'i ardhur në ndim, pra për të zbatuar, sepse ti ke një program politik, pra strategjia është e tillë, pra ti bën strategjinë kombëtare, strategjia është politike. Dhe në bazë të strategjisë politike ti përcakton pastaj veprimtarinë tënde ushtarake. Dhe kjo veprimtari ushtarake duhet të bazohet kësaj strategjie politike. Pra strategjia politike është përcaktuar qartësisht që neve do të jemi në të gjitha këto zona. Po në të gjitha këto zona nuk mund të kemi secilën në këto komandë në vete, sepse është e vështirë po të kesh komandë në vete. Janë harxhime më të mëdha, pagesa më të mëdha. Aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë diku të rreth 100 ca, jo, ata kanë 800 ca baza, po kanë 100 ca general me 4 hyje. Kjo është qesharake, ndërkohë që vetëm në luftën e dytë botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin vetëm 12 general me 4 hyje. Pra e kuptoni ku jemi. Prandaj dhe bërja këtyre komandave të shpërndara ka sjell këtë numër generalësh dhe kur ke kaq shumë general, atëherë vendimarrja bëhet burokraci. Por në ushtriti nuk mund të ekzistosh me një burokraci të tillë. Prandaj duhet t'ia përshtatësh këtë vendimarrje, kësaj vendimarrje politike. Këtij hegemonizmi politik, të cilit po vazhdon ta mbajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk po heqin dorë nga ky hegemonizëm politik. Dhe ata përcaktojnë që nuk do të lejojmë as në Evropë, as në Azinë, as në vend tjetër që të dalin forca të tjera që cënojnë interesat
kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra Shteti Bashkuar të Amerikës tregon qartësisht që neve kemi interesa në këto rajone. Dhe në këto rajone neve do të qëndrojmë. Të njëjtën gjë bëjnë edhe për Amerikën Latine, ku thonë që nuk do të lejojmë që asnjë aktor tjetër i cili nuk është i kësaj hemisfere, pra pa përmendur emrat e aktorëve, por ama dihet që aktorët këtu janë Kina, Rusia, që nuk janë pjesë e kësaj hemisfere. Kina dhe Rusia nuk janë pjesë e hemisferës jugore. Pra s'janë pjesë atë, nuk do t'i lejojmë që të forcohen dhe të hyjnë këtu. As perëndimor. Po pra nuk do të lejojmë që të hyjnë këtu. E përcakton qartësisht, pavarësisht se nuk ka përmendur emra. Te doktrina Wolfovis përdoren emra, tu nuk përdoren emra. Nuk ka në strategjinë e Shtetet Bashkuara një fjalor antikines, është shumë e butë ndaj Kinës. Nuk është çështje, nuk ka butësi. Jo, e keni kuptuar, nuk për fakti që nuk përdoret emri, nuk do të thotë që je i butë. Fakti që nuk përdoret emri, do të thotë që ti po punon me zgjuarsi, pra ti nuk po shkon drejt një përplasje të hapur. Biles në këtë strategji të re, përcaktohet qartësisht që pra pranohet gabimi me tarifat, pranohet pjesërisht gabimi me tarifat dhe thotë që tarifat do të jenë me raste të veçanta, pra specifike, pra nuk do të jenë më blok, siç bën tarif blok 100-200%, por me raste specifike. Pra e pranon një gabim dhe thotë që edhe në këtë zonë ne do të fillojmë mbajtjen primare të ishëve. Prishi strukturën e Gatit, se Gati është tregtia e lirë botërore, organizata pranë OBSH-s. Trumpi e prishi dhe kaloi në zbatimin e teorive tregtare merkantiliste që kanë qenë kanë ekzistuar këto më parë. Po kjo kanë qenë mesjet këto në periudhën po sot e pa që kjo gaboi. Po dhe Merz tha në një deklaratë ka rënë Pax Americana. Merz ja ka futur kot në këtë aspekt se nuk ka rënë Pax Americana, por Pax Americana tashmë po ngrihet nga e para. Pax Americana u ngrit pas 45-s. Pas 45-s erdhi dhe kishim pushtetin amerikan gjithandej. Dhe bota u nda në dy kampe. Kampin socialist dhe edhe kampin perëndimor. Kampi perëndimor drejtohej, pra kampi perëndimor ishte gjithë ekonomikisht dhe ushtarakisht i varur nga Shteti Bashkuar të Amerikës, kurse kampi lindor ishte ekonomikisht, ushtarakisht dhe ideologjikisht i varur këtej. Ishim edhe çështje ideologjie këtej. Kurse këtej s'kishim çështje ideologjie. Ka një raport sekret të CIA-s tash që ka deklaruar që Kina ka kaluar Shtetet Bashkuara në GDP. Këtë e ka deklaruar një analist shumë me shajme, në qoftë se e ke ndjekur ndonjëherë. Ai tha që kam raportin e CIA-s para disa ditësh në një intervistë që në podcastin e vet që dha, që GDP-a kineze tha e ka kaluar, po kjo tha nuk deklarohet. Shiko, pavarësisht se deklarat, unë do t'ju thosha që po ta lexosh me vëmendje strategjinë e re amerikane që ka bërë Trumpi. Ka një pasazh aty shumë interesant dhe thotë që ajo shumë interesant, thotë mos u merrni me GDP-n. Pra neve jemi bazuar që kam me GDP-n, sepse evropianët thotë kur flet për pjesën e Evropës janë bërë qesharak me GDP-n. Pra ata thonë që Rusia ka një GDP sa Franca, sa Spanja, por ama kjo Rusi me këtë GDP-n sa Spanja në aspektin e prodhimtarisë ushtarake, në aspektin ekonomik të saj, e ka kaluar Evropën, të gjithë marrë së bashku dhe të gjithë perëndimin në industrinë ushtarake. Pra një vend i vogël me një GDP të vogël mund ta përqendrojë atë, siç e ka përqendruar Rusia, dhe të të kalojë ty në industrinë tënde. Pra nuk ka të bëjë GDP-ja. Po e ka tekaluar. $60 miliard e ka tekaluar, le ta kesh. E ka tekaluar, pra atëherë. Nuk e shpjegoj, po e ka tekaluar sepse nuk është e njëjta kosto. Pra ka të bëjë me koston, ti e ke më të madhe GDP-n, por ti harxhon më tepër. Atë ja ta them, sot një predh artillerie kushton në Evropë 8500 euro, kurse Rusisi kushton një predh artillerie 1600 euro. Ta prodhoj, pra është çështja e kostos. Dhe ti ke rritur kot, ti mund ta kesh të GDP-n, po ti ke kostot e mëdha dhe për këto kostot se mrin dot. Sot aktualisht Rusia prodhon përfshi gjithë perëndimin, pra 54 shtete të perëndimit, të cilat janë bërë bashkë për ndihmuar Ukrainën, nuk prodhojnë dot as predh artillerie, as tyt artillerie, as tanke, as ato blinda, as dron sa prodhon Rusia. Rusia prodhon gjithnjë 3.5 herë më shumë se të gjitha këto të marra së bashku. Pra nuk ka të bëjë më se ti e ke GDP-n kaq, ka të bëjë me koston e materialit që ti ke. Rusia ka të gjithë burimet natyrore i ka aty, pra nuk ka koston burimet natyrore. Si shpjegon drejtanti që ta mbaroj që të vita ajo pyetja jote. Pra, dhe Amerika nuk është në izolacionizëm. Është në ekspansion të madh. Pra është në atë që në Pax Americana e re, Pax Americana në fund të 2001-shit, Pax Americana mbaroi. Në 2001-shin ishte në fund Pax Americana në pjesën evropiane, sepse në 2001-shin kur amerikanët vendosën të sulmonin në Irak në 2001-2003, evropianët i dolën kundra.
thanë ne nuk vim me juve në Irak dhe jemi kundra. Me përfshirjen e Britanisë. Po Britania është pjesë e saj dhe në atë kohë 2003 interesante është që rusët ishin pro dhe rusët i lëshuan amerikanëve 3 baza ajrore. Edhe kur sulmuan Irakun, edhe kur sulmuan Afganistanin, 3 baza ajrore ushtarake midis Rusisë dhe NATO. Po ju lëshuan baza ushtarake ajrore për t'i përdorur dhe hapësirën ajrore ruse Putini po lejoi për ta përdorur si të donte Amerika. Dhe në këtë moment Pax Americana në Evropë mori fund sepse Evropa ishte fuqizuar ekonomikisht, ishte rritur totalisht politikisht dhe filloi të dilte mbete. Dhe amerikanët për atij momenti vendosën ta çojnë Evropën sërish nën kontrollin e amerikanëve dhe në 2014 për herë të parë e bën me Ukrainën. Pra, lufta me Ukrainë ka filluar që në 2014 në mënyrë që Evropën ta lidhin fatin e Evropës me fatin e Ukrainës dhe Evropa të merrte fund. Dhe Evropa tashmë ka marrë fund nga ana ekonomike, nga ana energjetike, nga ana politike. Dhe sot është e varur ekonomikisht nga Shteti Bashkuar të Amerikës, pra për shkak të industrisë të energjisë, sepse energjitë të lirë nuk merr më. Energjinë që merrte dje nga Rusia ja mbylli Amerika. Nëse mbani më në Trumpin e parë ju bënte thirrje prej ditës parë që erdhi që mos bleni më gaz, nafta asgjë gjë nga Rusia. Ju japim neve. Këta vazhduan dhe Trumpi premtoi që neve do ju ndërpresim këtë. Dhe realisht ja ndërpren. Edhe Nord Streamin e hodhën dhe gjitha këto dhe tashmë edhe me sanksionet që ka bërë ka ndërprer totalisht. Pra gjithçka do ta blenë nga Amerika energjinë. Energjia është baza sot. Sot gjithçka është energjia është baza për të prodhuar gjithçka. Pra energjinë do ta marrin nga Amerika. Për mbrojtje. Njëkohësisht ukrainasit kanë hedhur në erë këto rrjetet e transportit naftës. Jo, nuk i kanë hedhur në erë. Kanë hedhur në erë disa që kanë të bëjnë vetëm me shkonin në Hungari. Në Hungari, pjesën tjetër jo. Pjesën tjetër që shkonte në Evropë nuk e kanë prekur. Kanë hedhur vetëm atë të Hungarisë për shkak se kanë probleme me Hungarinë. Pjesën tjetër nuk e kanë prekur. Pra, kundër Orbanit. Po, kundër Orbanit. Dhe në ana ushtarake, sot Evropa është totalisht e varur nga Shteti Bashkuar të Amerikës. Sot Evropa s'ka asnjë kapacitet, pra kjo NATO europiane, nuk kanë asnjë kapacitet ushtarak të zhvillojnë sot asnjë lloj lufte me Rusinë, se s'kan kapacitete ushtarake. Po si mendon ti pse familja mbretërore britanike po këmbëngul për vazhdimin e luftës? Deri tash ata luftuan me proxy war, ku sakrifikuan do të vazhdojnë njerëzit. Do të vazhdojnë të luftojnë me proxy. Vetëm të javë tha të fundit janë vrarë 25.000 ushtar Ukrainës. Shiko, ushtar Ukrainës unë mendoj që janë vrarë pak më pak, por gjithsesi, ajo është një numër që më të diskutuar, nuk ka rëndësi numri, rëndësi ka që po thot 2500, nuk e mbaj më mirë, mos thot 2500, duket se janë vrarë vetëm të javë. Nuk e kam parë, po ka për 2500 do 25.000 nuk më kujtohet mirë, po që prapë është shitur shumë më. Numri të vrarëve Ukrainas për ditë shkon varion midis 200 deri 300 ca. Në ditë. Pra ai thot një javë. Dhe ti mund shkojnë një javë, shkon 2000, 2500, nuk është. Po do ketë qenë 2500 në javë. Po. S'ka gjë, pra numri nuk ka tashmë po nuk ka rëndësi numri. Në këtë pikë që jemi, nuk ka rëndësi numri. Franca ka ushtar vetëm për të shtypur këto kryengritjet afrikane të këtyre vendeve. Nuk kanë asnjë kapacitet ushtarak. Në aspektin kur them kapacitet ushtarak, vetëm për të ndryrë në Irlandë, nuk them vetëm për çështje të njerëzve. Shikoj, nuk them vetëm për të po them, nuk kanë asnjë kapacitet. Kapaciteti ushtarak në radhë parë përcaktohet kapaciteti strategjik. Pra ti ndërton kapacitetet tua strategjike. Kapacitetet strategjike për ka të bëjnë me logjistikën, ka të bëjnë me përqendrimin e trupave. Të gjitha këto ti nuk mund t'i bësh pa ndihmën e amerikanëve. Pra s'mund të zhvendosësh asnjë forcë që pa ndihmën e amerikanëve. Ata e kanë transportin strategjik, ata e kanë zbulimin strategjik, pra ti nuk e ke. Në dokumentin strategjik të Shtetet Bashkuara thuhet që ne nuk do marrim pjesë në punën e Evropës, por në rast të përshkallëzimit të konflikteve ne do vendosim se si do bëjmë. Atëherë ka një gjë, thot, tekstualisht thot që ne thot share burden, pra do ndajmë peshën. Dhe njëta gjë thot edhe doktrina Wolfowitz. Doktrina Wolfowitz është më qartë, thot që neve nuk do bëjmë më policin botror, siç kemi bërë deri më sot. Por do t'i kërkojmë aleatëve që t'i dalin sot vetës dhe ne do t'i mbështesim ata. E njëta gjë thot edhe Trumpi, vetëm se thot me fjalë tjera, pra do bëjmë share burden, pra do ndajmë peshën, pra juve do ndërhyni dhe neve do jemi pas jush për t'ju ndar, po juve do mbani edhe juve peshë, pra nuk do ta mbajmë peshën, pra nuk do mbajmë atë që mbajtën në luftën e Kosovës. Në luftën e Kosovës në 1999 amerikanët hynë në atë luftë dhe peshën e asaj lufte e mbajtën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Turqia. Jo as Turqia, nga 1200 avion që përmendën që u përdoren 1012 avion ishin amerikan. Pjesa tjetër ishin të gjitha vendet e tjera të Evropës, të NATO-s marra së bashku me gjithë Turqinë, për bënin të 200 avion të tjerë. Pra nuk ka, Amerika mbajti gjithë peshën e kësaj lufte atje, gjithë shpenzimet. Dhe kjo s'do ndodhi më thon ata. Pra ne nuk do mbajmë peshën, do ta bëjmë së bashku. Në rast se do hyjmë, doni të hyjmë diçka, të hyjmë së bashku dhe ndajmë të peshën e luftës, që e cila është dhe përcakton qartësisht
kjo strategjia amerikane thotë që çështja të shpenzimeve ushtarake, pra shpenzimet do t'i ndajmë. Pra nuk do paguajmë më neve për juve, edhe për çështje të mbrojtjes. Pra për çështje të mbrojtjes ju duhet të investoni në mbrojtjen tuaj. Pra rrisni kapacitetet tuaja të mbrojtjes, por që të rrisësh kapacitetet tua të mbrojtjes sot në Evropë. Si mund të rrisësh? Vetëm duke ngritur frikën. Si mendon do ketë një luftë Evropë-Rusi? Nuk ka luftë Evropë-Rusi, sepse nuk ka asnjë mundësi Evropa të bëj luftë me Rusinë. Pyetja e dytë që të bëra. Po, do vi aty, këtë po shpjegoj. Edhe kjo lufta civile të pyeta ka ndonjë mundësi në Amerikë? Jo, nuk ka për të pasur asnjë as tjetër dhe problemi amerikan, pra vim te Pax Americana dhe kjo shpjegon pse nuk ka për të pasur asnjë luftë. Pra sot aktualisht Pax Americana po rigjenerohet. Do ketë për të dyja lufta? Jo, do vëmë një pas të bashkë. Unë them që jo, nuk ka për të pasur. Pas 2 vite do vërtetohet në 2027. Të ta shpjegoj në aspektin. Unë them do ketë luftë të madhe Evropë-Rusi, lufta s'ka filluar në Evropë. Më lër të ta shpjegoj në aspektin logjik. Unë them që do ketë luftë civile pas një viti në Shtetet e Bashkuara. As luftë civile, as luftë Evropa-Rusi. Atëherë, e gjitha kjo që bëhet me qëllimin për të institucionalizuar Ukrainën si vi fronti. Pra aktualisht, gjithë Evropa është e bindur që nuk mund të bëj luftë, sepse po do të bëj luftë, nuk e ndal njëri sot Evropën të shkojnë luftë në Ukrainë. Mund të shtrihet lufta në Odesa? Lufta në Odesa do shtrihet, po lufta në Odesa do shtrihet, po lufta në Odesa do shtrihet me ukrainasit, nuk do shtrihet me evropianët. Evropianët nuk marrin pjesë në këtë luftë. Evropianët në rast këtu jemi bashkë. Edhe në rast se marrin pjesë në këtë luftë, marrin pjesë në aspektin e mercenarizmit, pra si mercenar do t'i çojnë atje. Nuk do t'i çojnë si forca. Si forca sot në Odesë. Jo, nuk janë 3000 ushtar francezë në Odesa sot. Nuk ka 3000 ushtar francezë, janë 3000 ushtar në Rumani, po jo në Odesa. Aq 3000 forca ka në Rumani sot Franca. I ka çuar atje. Po jo në Odesa. Në Transnistria mund të kemi një ndërhyrje, por problemi i ndërhyrjes në Transnistria është që amerikanët janë kundra. Dhe NATO evropiane po mundohet të fusin në luftë Transnistrian dhe Ukrainën kundër Rusisë. Pra, Moldavin dhe Ukrainën kundër Transnistriat. Moldavia ka kërkuar ty në NATO këto kohë. Moldavia nuk do hyj asnjëherë në NATO. Shumica e popullatës në Transnistria janë pro-rus. Jo, gjithë popullata në Transnistria janë rus me pasaportë. Po. Janë rus me pasaportë. Në Transnistria ndodhet baza më e madhe ushtarake ruse e armatimit që gjithë armatimi që iku nga Evropa Lindore u përqendrua atje dhe u mbajt atje. Dhe këtë armatim duan të marrin sot ta evropianët, sepse evropianët nuk kanë kapacitete ushtarake të furnizojnë më me armatim dhe municion e Ukrainën. Dhe po të marrin ukrainasit këto baza ushtarake dhe që janë këto depo të mëdha, atëherë këta mund të bëjnë luftë edhe një vit e gjysmë 2 vjet. Si e mendon këtë përpjekjen e Evropës për të marrë depozitat 600 miliard euro të Rusisë? Kjo është bankat evropiane perëndimore dhe konfliktin me kryeministrin e Japonisë. Atëherë këta i kanë marrë ato. Një pjesë të mirë, pra diku rreth 200 ca mijë që kanë mundur të gjejnë asete. Një shkelje ligjeve ndërkombëtare. Absolutisht kemi shkelje totalisht në gjithë të. Pra Evropa nuk ka pranuar që të japë pjesën e saj. Evropa po shkojnë drejt fashizmit. Dhe kjo Evropë po shkon drejt fashizmit sepse ka filluar të sanksionojë jo vetëm dhe ka kërcënuar të gjitha ato shtete që nuk votojnë pro kësaj, pra marrjen e këtyre fondeve, i ka kërcënuar dhe ky është fashizëm. Drejt fjalës së lirë janë fashizëm ata. Absolutisht, për të ndaluar për fjalën e lirë më shumë se në anglisht ka në asnjë vend tjetër. Është kthyer në një diktaturë sot Evropa. Evropa ditën e hënë, këtë të hënë që shkoi, miratoi një paketë sanksionesh të brendshme. Them paketë sanksionesh sepse miratoi një paketë sanksionesh mbi 40 qytetar evropian, janë qytetar evropian, i sanksionoi ata për shkak se flasin nëpër televizore dhe nëpër podcaste, për atë që po ndodh sot në luftë, pra po tregojnë realitetin e luftës. Dhe ky është diktaturë, ky është fashizëm. Dhe si thash, pra edhe këta që sundojnë janë pakica, Starmeri është pakic në Britani, ky Macroni akoma dhe më pakic. Absolutisht. Edhe në Gjermani po të bëhen zgjedhje të lira, AfD-ja fiton. Dhe tashmë vim. Si mund të shpëtojë Evropa dhe nga kjo luftë? Kapaciteti ushtarak varet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për gjithë Evropën. Kapaciteti energjetik sot varet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këta po e blenë energjinë tashmë. Anglia, po Evropa po e blen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kapacitetin energjetik. Pak po merr nga Anglia, por shumica po merr nga Evropa, nga Amerika dhe nga Katari. Po edhe Katari është prapë Amerika sepse janë kompanitë amerikane që e nxjerrin atje dhe shesin. Pra po Amerika është e gjitha në këtë aspekt. Dhe kjo është motrat e Teksasit që quhen. Ka rënë në aspektin e industrisë. Pra industria ushtarake evropiane tashmë është e varur totalisht nga industria ushtarake amerikane. Pra, kontratat kanë bërë kontratë që të blejnë çdo lloj armatimi, çdo lloj ta blejnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse nuk kanë më kapacitete të prodhojnë, sepse s'kanë lëndë të parë. Lënda e parë është shumë e kushtueshme. Dakor. Ti thua që do ketë luftë. Dhe kjo sjell shtrirjen e Pax Amerikanës dhe në momentin që shtrihet Pax Amerikana, amerikanët kanë përcaktuar që nuk hyn në luftë me rusët.
Pra evropianët nuk do bëjnë asnjë luftë pa mbështetjen amerikane. Një nga analistët më pranë Trumpit deklaroi që Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë aleancë me Rusinë, gjë të cilën unë mendoj që ata e kanë bërë pas takimit në një farë mënyrë të Trumpit me Putinin. Pra, unë jam deri diku me Amerika në kohën e revolucionit gjithnjë kanë qenë bashkë, kanë punuar. Tsari Nikolaj II kanë ndihmuar që të mos çajë Amerika. Unë po them që nuk jemi në një aleat, po jemi në një bashkëpunim. Të tantë. Po jemi në një bashkëpunim midis tyre dhe ky bashkëpunim i cili risjell Pax Amerikanën në Evropë, e ringren Pax Amerikanën në Evropë, çka e bën që të mos e lejoj Evropën të bëj luftë me Rusin, pra nuk ka luftë me Rusin, por si thash institucionalizohet fronti dhe Ukraina mbetet një front i institucionalizuar. Gjithnjë do mbetet front dhe gjithçka do ta bëjë Ukraina deri në Ukrainën e fundit. Dhe kjo Pax Amerikane këtu forcon fuqinë amerikane brenda, pra fuqinë e pushtetit të Trumpit brenda të këtij pushteti, pra zgjeron sërish Amerikën nga ana ekonomike, forcon sepse kemi një rritje të ekonomisë në aspektin që tashmë edhe armatimin do e blejnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Imagjino, Belgjika ka bërë borxhi i Shtetet e Bashkuara ka vajtur 38 trilion dollar. Nga 33 që ishte, ka vajtur 38, është rritur 5 trilion. Po, ajo rritet, po nuk i prish punën atyre, sepse ajo është një perandori me 350 milion banor. Dhe tashmë kësaj perandorie po i shtohen edhe 700 milion banor të tjerë evropianë, të cilat do t'i mbajnë. Botëror është 110, 38 i ka vetëm Shtetet e Bashkuara. Po ma kemi një gjë, të thash, ti një perandori që të mbizotrojë, që të ekzistojë, duhet të ketë 350, duhet të ketë një treg për minimalja 300.000 shpirtrash. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë 300 milion shpirtrash. E ka të vetin brenda. Dhe tashmë po i shtohet asaj edhe një treg dyfish, pra për 700 milion shpirtrash të tjerë. Tregu evropian, i cili për energji, për industri dhe për ushtri, po i mbetet aty edhe për ekonomi, sepse baza do mbetet dollari, dhe në atë strategjinë amerikane, Trumpi thotë që dollari do mbetet baza. Bashkimi Evropian bashkë me Anglinë janë 500 milion banor. Po, Bashkimi Evropian do mbetet, dollari do mbetet sërish baza e tregtisë, baza e tregtisë për këto vende. Pra, dollari sërish forcohet dhe kjo do filloj duke forcuar dhe me forcimin e kësaj, me rritjen e industrisë, sepse do fillojnë të hapen fabrika të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për prodhimet industriale ushtarake të cilat ka nevojë Evropa, për të rritur kapacitetet e saj ushtarake të cilat nuk i ka. Imagjinoni, Belgjika ka bërë një kontratë për të blerë 33 avion F-35. Belgjikës nuk i hyn punë asnjë avion F-35, se Belgjika ka një territor kaq. Ka marrë tashmë 4 avion. E pari ka marrë dhe i ka marrë që 3 muaj 4 avionët e parë dhe i ka në tako, nuk i ka sepse nuk mund të bëj asnjë stërvitje në konceptin strategjik të stërvitjes ushtarake ajrore dhe asnjë përgatitje të pilotëve për arsye se avionët për të fluturuar duhet të dalin jashtë territorit të Belgjikës. Por ajo e ka bërë këtë kontratë do t'i blej këtë. Mirë, dritan. Dhe kjo është rritje dhe kjo rritje pengon totalisht, pra kjo rritje ekonomike e pengon luftën, edhe luftën civile, edhe luftën këtu në Evropë. Ti thua që s'do ketë luftë Evropë-Rusi? Jo, nuk do ketë. Do të shkohet drejt paqes, drejt marrëveshjes. Jo, unë nuk them që do të shkojmë drejt paqes, sepse paqja është një gjë shumë e madhe. Unë do të them që do të shkojmë drejt armpushimit. Jo, armpushim nuk ka për të pasur, rusët kanë për të vazhduar luftën derisa ti marrin ato territore që ata i kanë futur me kushtetutë. Në momentin që i marrin ato territore që kanë futur me kushtetutë, ata thonë hajde ulemi dhe firmosim. Problemi është për 20% e Donbasit. Jo, nuk është problemi për 20%. Nuk është problemi për 20%. Zelenski ka pranuar zgjedhje që kërkoi Trumpi. Nuk është problemi për 20% e Donbasit, është problemi për 4 republikat janë Donbas, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson. Të gjitha këto territore që janë të futura në kushtetutën ruse. Është bërë referendum për këto. Do të merren këto territore dhe në momentin që merren këto territore, atëherë rusët do të thonë, hajde tashmë firmosim një paqe. Ju njihni këto që kemi marrë neve dhe ne nuk ju prekim më në rast se Ukrainës do atëherë do vazhdojnë me Odesën, me Kharkivin, me Sumin. Të mos harrojmë që sot rusët janë 40 kilometra në thellësitë të Kharkivit dhe 20 kilometra në thellësitë të Sumit. Po. Pra ata po vazhdojnë dhe këto janë ato tampon zona që do krijojnë. Edhe Hitleri pushtovi gjithë Evropën në fillim dhe u mund pastaj. Po, u mund po nga rusët. Jo, do të thotë shumë u mund nga rusët sepse nuk kanë, pra strategjia ushtarake. E gjitha është sot vjen nga Rusia dhe strategjia ushtarake që kanë këta të tjerë është ajo. Rusët për strategji ushtarake nuk jo merr dot kush. Dhe në territorin e tyre rusët Putini është siç ishte Hitleri në vitin 1943. Nuk është siç ishte. Jo, e keni shumë gabim. Ata janë ultranacionalistë dhe po përdorin nacionalizmin e tyre. Pra, nuk do ta kalojnë Dnieperin. Dhe fakti që ata po thonë që po ne jemi dakord që Ukraina aty në Evropë. Ti thua që se merr Odesën, se Dniepri është më tan Odesës. Odesën e marrin sepse vetëm Odesën marrin për arsye se kapin gjithë detin e zi që ka pasur Ukraina. Ukraina s'ka patur kur dalin det zi. Deti i zi do kthehet në liçen të Rusisë. Turqisë, tatarëve dhe Rusisë. Deti i zi do kthehet në liçen të Rusisë. Por jo lishem plotësisht, po pjesën që ka pasur ish Bashkimi Sovjetik do ta marrin prapë. Po totalisht. Dhe tashmë
Përjashtu Rumaninë dhe Bullgarinë, në ish Bashkimi Sovjetik, to s'kan qenë atëherë, po kanë qenë në aleancë. Po. Dhe aktualisht thot, rusët po pranojnë vetëm që Ukraina ty në Evropë. Po pse po bëjnë këtë? Ajo pjesë e Ukrainës si do mbetet? Sepse normalisht po ja lënë në barr një vend të dështuar totalisht, të rënuar nga lufta. Ti ja lë barr Bashkimit Evropian. Dhe duhet ta mbaj me para për pensione, me para për mësues, me para për doktor, me para për ndërtim, dhe kjo do thotë që Bashkimi Evropian të mos e ngrejë dot kokën për një 20 vjet tjera, sepse duhet të mbaj një Ukrainë. Dhe kur këta thonë që neve do mbajmë në Ukrainë 800.000 ushtarë, sot Ukraina i ka 850.000 forca, po të gjitha këto mbajnë me paratë e tyre perëndimorëve. Pra me këto paratë e ngrirja ruse, të cilat ata i kanë vjedhur, rreth 250 miliard, këta i kanë vjedhur. Dhe ndaj tash po shkojnë të votojmë që edhe kur të mbaroj lufta nesër, këto të mbeten gjithnjë të ngrira, në aspektin që rusët e mos marrin se s'kan çfarë japin, se kanë vjedhur paratë. Por ama rusët e kanë hedhur në gjykat, ndërkombëtare. Kaja Kallas është një idiote që nuk e ka shoqën. Është idiotja më e madhe që ka pasur në Bashkimin Evropian. Kaja Kallas nuk flet me mendjen e saj. Për ata që se dinë, është ministre e jashtme e Bashkimit Evropian, estoneze mos gaboj është. Ka qenë ish kryeministre e Estonisë. Po, dhe ajo deklaroi që ka të njëjtën detyrë që kishte Mogherini. Po, ajo ka deklaruar në emër të Bashkimit Evropian, dihen mos gaboj që bisedimet për paqe duhet fillojnë jo me kufizimin e armëve të Ukrainës, po me kufizimin e armëve të Rusisë, sepse në zonat e pushtuara, sepse Rusia, thot ajo, ka qenë pala agresore dhe mund të jetë edhe nesër mbi pjesën tjetër të Ukrainës përsëri pala agresore. Dhe Ukraina nuk e ka sulmuar asnjëherë Rusinë, thot ajo, dhe Ukraina nuk paraqet rrezik për Rusinë, kurse Rusia përsëri do paraqis rrezik dhe duhet kufizohet nga armët. Atë çfarë ajo nuk vlen asnjë gjë, për arsye sepse sot që të detyrosh atje do të detyrosh nga pozicioni. Kjo nuk realizohet nga Putini, prandaj po them. Jo nga Putini, po as nga ata. Evropa po sillet shumë në mënyrë agresive dhe nuk them që Evropa është budallaqe. Evropa është totalisht budallaqe, ka kaluar në duar të disa debilëve, të disa budallëve, është një Evropë e cila ka degeneruar totalisht në aspektin politik, ka degeneruar në aspektin kulturor, ka degeneruar në aspektin moral, totalisht e gjitha. Dhe të gjitha këto që deklaron kjo, edhe në mbledhjet që këta bëjnë, me një fjalë këto quhen masturbim diplomatik. Pra gjitha çka është duke bërë Evropa tash me gjitha ato deklarata quhet masturbim diplomatik. Pra po masturbon veten me foton e Rusisë dhe po mendon se është duke i kryer Rusisë atë punë. Jo. Forca është terreni. Pra terrenin aktualisht e kanë rusët, po ecën përpara, ti nuk mundesh t'i ndalosh. Për sa kohë ti s'mundesh t'i ndalosh ata që mos ecin më. Atëherë çdo gjë që ti bën është e kot, është zero. Ka zero vlerë, nuk ka asnjë vlerë, nuk mund ndodhi e parë. E dyta, nuk është e vërtetë ajo që thot, pra në aspektin që është e vërtetë që rusët sulmuan, po sulmuan me të drejtën e tyre. Se ishin të provokuar. Jo sulmuan me të drejtën e tyre, për arsye se nga 2014 në 2022-shin kemi luftë në këto territore, pra ka pasur luftë në këto territore dhe kushdo që shtypje të ka pasur luftë në këto territore, luftë të pastër midis ushtrisë të rregullt ukrainase dhe forcave separatiste pro-ruse në këtë territor. Dhe kushdo që pranon që do ta kundërshtojë këtë, atëherë i sugjeroj gjithkujt që na dëgjon që të hyjë në Google, në YouTube dhe të shohë intervistën e para 10 ditëve të shefit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, Sërskit, i cili ka qenë komandant i forcave ukrainase në këtë territor dhe e thot tekstualisht që prej 2014-s jemi në luftë me Rusinë, sepse e thot kështu tekstualisht, prej 2014-s jemi në luftë me Rusinë dhe kemi luftuar me forcat ruse dhe separatiste të mbështetura nga Rusia në Donbas dhe Luhansk. Pra kjo kemi. Pra ky është realiteti. Dhe këtë realitet Kaja Kallas nuk e ka iden. Të bëj një pyetje hipotetike, ta diskutojmë bashkë. Në qoftë se ndodh ajo që themun që do shtrihet fronti luftës në Poloni, në Transnistria, në Biotes, dhe NATO-ja do të hyjë në luftë, qoftë se ndodh ajo që themun, që unë parashikoj që do të ndodhë, në vitin 2027 mendoj unë që do hyjë NATO-ja në luftë, dhe Amerika do ta mbështesë NATO nga mbrapa. Çfarë rreziku mund të kemi ne përveç problemeve ekonomike, frustrimeve që do psojë ekonomia rajonale rreth e rrotullnesh, në drejtim të rrezikut për jetën, ne jemi antar të NATO-s, mbi të rinj të tanë, se këtu më dhëmb. Atëherë kemi problem. Mua dhe shtëpia gjuhën. Çfarë thirrje ju bën ti të rinjve? Duhet shkojnë të vriten në fushat, në territoret e mëdha, apo duhet ne të bëjmë thirrje njerëzve që të themi këtë gjë. Çfarë mendon ti? Unë u kam thënë shqiptarëve thirrjen tikin për male po filloj luftë. E para unë them që nuk ka për të ndodhur.
E para. Por e marrim në rast hipotetik, në rast ndodh. Në rast se ndodh kjo, në ana ekonomike, neve nuk kemi ndonjë cënim të madh, sepse nga ana ekonomike në këto 3 vite gjys, pra 4 vite luftë, ne kemi ndërprerë çdo lloj marrëdhënie ekonomike, pra që vinte vajrat, gjërat që vinte ato nuk vinë. Ne marrim te nga lindja e mesme nga kompanitë amerikane, pra nuk është se kjo do na ndikoj shumë nga ana ekonomike një vend si puna jon, ndikon nga ana ekonomike një vend si Franca, Gjermania që janë vende të mëdha dhe duan sasira të mëdha energjetike. Ne nuk e kemi këtë, kemi diçka më të vogël. Pra nuk na ndodh kjo. Do ketë një rritje të çmimeve të karburantit. Absolutisht do ketë rritje të çmimeve, por do të jetë rritje fiktive dhe ekonominë rritje. Do të jetë rritje fiktive, ashtu siç ka ndodhur gjatë gjithë kohës të neve. Pra nuk është një rritje bazë që do të krijojë. Por në aspektin asaj unë nuk i bëj thirrje shqiptarëve që të marrin malet. Jo, më shqiptarët nuk kam se marrin malet. Malet le të marrin këta cilët kanë uzurpuar pushtetin dhe cilët nesër do duan të çojnë shqiptarët të vriten në luftrat të cilat nuk ju takojnë shqiptarëve. Dhe shqiptarët, në rast se këta do t'i marrin dhe t'i angazhojnë me dhunë, pra t'i rekrutojnë me dhunë si në Ukrainë, atëherë ata armë që do ta marrin, ta përdorin kundër këtyre që do t'i rekrutojnë me dhunë dhe të rrëzojmë ta nga pushteti dhe të vëmë një pushtet tjetër që më e pakta neve nuk jemi. Kjo do të ishte më mirë. Absolutisht. Ne nuk shkojmë mish për to mbi shqiptarët për t'i marrë t'i çuar mish për to. Edhe para. Shqiptarët të reagojnë në dy duar për një kokë. Këta do përdorin parat në fillim dhe këtë e ka përcaktuar Soros. Soros i ka thënë në vitin 1993 Soros i ka bërë një shkrim. Këtë publikuar çdo kush e gjen në faqen e Sorosit në internet le ty dhe e ka shkrimin atje dhe thotë që në shkrimin thotë që neve na duhen vendet e Evropës juglindore, pra që neve, sepse vendet bazë të NATO-s në Evropë, që për të Gjermania, Franca, nuk janë të gatshëm që të derdhin gjakun për interesat evropiane në lindje, pra për Rusinë. Dhe neve na duhen këta për ushtarë. Një formë proxy war, po jo me territor, po me njerëz. Me duhen këta njerëz. Për këtë arsye, në momentin që në çfarë do lloj forme, sepse në fillim forma do të jetë monetare, pra do ofrojnë para, të cilat nesër pastaj do të zhvlerësohen dhe kjo para s'vjen. Mund të shkojnë, do të duket si sport, edhe më se. Po, sikur po shkojnë për safari, po lufta nuk është safari, dhe sidomos ajo luftë që po zhvillohet atje nuk është safari. Pra, dhe në momentin që këta e marrin guximin të hapin qendra rekrutimi për të vajtur në luftë për interesa të cilat nuk janë të tonat, pra çdo lloj interesi që nuk është njësh me interesin ton kombëtar, duhet kundërshtuar me të gjitha format dhe metodat. Pse? Sepse në rast se këta shqiptarët të çfarëdo lloj moshe, të rinj ose të vjetër, marrin dhe çohen atje, bëhen në dëm të interesit kombëtar. Pse në dëm të interesit kombëtar? Sepse neve kemi sot probleme kombëtare të pasgjidhura. Kemi probleme të kombëtare të pasgjidhura në Preshet, Medvejs dhe Bujanovsk, ku shqiptarët po pastrohen etnikisht nga Serbia. Dhe ne duhet ta kishim marrë armën me kohë. Kemi probleme të pasgjidhura kombëtare me shtetin e Greqisë, i cili na ka zënë çamërin dhe thotë tash pretendon edhe Vorja e Pirin, pra edhe jugun e Shqipërisë, ndërkohë që duhet na japi çamërin, duhet të deri në art. Po na merr edhe det. Pikërisht po na merr edhe detin. Pra kemi këtë problem. Kemi probleme me Maqedoninë, ku shqiptarët në Maqedoni janë kthyer në vasal të maqedoncëve njësoj siç ishin para vitit 2001. Dhe shqiptarët duhet ta kuptojnë që janë shtet formues në Maqedoni dhe ai shtet ekziston vetëm se duan shqiptarët dhe asgjë tjetër. Po, dhe të gjitha këto kemi probleme kombëtare të pasgjidhura, të cilat në një kohë nesër do të shkojmë drejt një përplasje për këto probleme kombëtare dhe kjo përplasje kërkon këta njerëz, këta shqiptarë dhe të gjithë ata që u thon shqiptarëve hajde juve vrituni për interesa kudo që të vriten në Evropë për interesa të slavëve të veriut, sepse kemi të bëjmë me slavë të veriut, në Ukrainë, në Rusi, ata janë slavë të veriut dhe për sa kohë slavët vriten me njëri tjetrin, ai nuk është problemi im. Është problemi i slavëve dhe problemi tyre mbetet. Dhe ato vriten shqiptarët për probleme të slavëve, domethënë që Shqipëria janë dhe çifutut brenda. Po Shqipëria të mbetet bosh dhe ne duan të kapin e kanë pasur ëndër krimen dhe po nuk ka mbaruar çështë krimen se kanë marrë ata, po edhe po hyn shumë çifut në Ukrainë, ke marrë vesh apo jo? Ndërsa Ukraina si ikin ata po hyn. Rabini nuk kanë vlerë ato. Rabini Kievit ka thënë që ne kemi qenë këtu 7 milionta dhe duhet të rikthehemi. Po nuk rikthehen ata në Ukrainë, nuk ajo që po kthehen nuk ka të bëjë, s'ka lidhje fare, është pa gjë fare. Pra nuk ata janë mbushur qytetet e veri si bie e jug perëndimit në zonën e Lvivit deri në Ukrainë janë mbushur me shumë çifut. Po pa e di pse e kanë mbushur ata me çifut. E kanë mbushur sepse kanë problemin e polakëve, sepse ata po shohin në zhbërjen e Ukrainës, Polonia kërkon Galician dhe duan ta mbushin Galician me kështu dhe thonë që jemi Ukrainës sepse pjesa më e madhe janë polak dhe të mos u mbasin Galician. Pra kanë probleme të tjera të brendshme ata. Unë shikoj dorën e çifutëve në këtë luftë, në këtë përplasje të madhe. Po nuk kanë këtë kapacitet. Victoria Nuland, Sorosi që krijuan gjithë ato situata. Kanë ato, por ata nuk kanë kapacitetet nuk janë. Dhe ne po flasim për çështën e Shqipërisë. Për çështën e Shqipërisë unë po them që shqiptarët nuk duhet të pranojnë të largohen nga
Njeri u bën revolucionin bolshevik të tetorit, ku i vranë për shkak të programeve që kishin ushtruar populatat slave mbi gjujshët e carizmit, e Polonisë, Ukrainës, Bielorusisë, përdorën revolucionin dhe vranë 60 milion slav. Tashi po përdorin këtë lloj taktike për të vrarë me njëri tjetrin. Shikoj, kjo është në shifër 60 milion për gulaget. E keni gabim. E keni gabim, nuk janë vrarë 60 milion sepse rusët aktualisht janë 140 milion. Dhe po të ecim me këtë, shiko, llogaritja matematike është e gabuar, sepse matematika është shkencë eksakte. Dhe shkenca eksakte nuk le të gabosh. Atëherë. Po shiko, nga 17 deri në 90 janë 90 në rastet atëherë janë 3 breshta. Në 17-ën në 340 llogaritë, mos e llogarit në 140. Në 17-ën, në 17-ën rusët ishin diku rreth 98 milion. Dhe po të llogarisim që janë hequr nga 60 milion nga 17-a deri në 2025-ën, që janë 140 milion, i bie që këta rusët vëlla u shtokan si tartabiqet. Nuk shtohen si tartabiqet njerëzit, kudo në botë shtohen njësoj. Pra 9 muaj duhet që të pjellësh. Dhe nuk ka, pra matematika unë marrë shikoj e keni marrë te Solzhenini. Solzhenini ja ka futur kot këtu në këtë. Ka bërë një libër tipër gulagë thotë 60 milion. Këtu ja ka futur kot, tu ka gënyer. Ja, ekziston një mendim i përgjithshëm për këtë. Po pra, kjo është thelbi kësaj. Kjo është politike dhe jo matematike. Matematika hedh poshtë këtë gjë. Pra nuk ekziston. Prandaj po them që të duat rritë shqiptarët. Shqiptarët nuk duhet të bëhen. Kanë qenë 17 gulag. Shqiptar le të jenë 17 gulag. Shqiptarët nuk mund të sado të jenë ato gulag nuk i bërin 60 milion fare. Shqiptarët nuk duhet të bëhen është lufta civile. Nuk ka me Denikinin me po shikoj më humbjen më të madhe rusët e kanë gjatë luftës dytë botërore. 27 milionë. Këto 27 milion janë me të gjitha republikat e tjera sovjetike, jo vetëm rus. Pra 27 milion. Nga këta 8.6 milion ishin ushtarë dhe pjesa tjetër. Dy fishi janë vrarë nga. Po jo, pra nuk janë vrarë më shumë nga revolucioni. Nuk janë vrarë asnjëherë më shumë nga revolucioni. Se lufta 3 vjet zgjati, 4 vjet, kurse nga revolucioni ka qenë luftë. Po jo, pra jo, luftë klasash, luftë civile. Jo, pas luftës dytë botërore atje nuk patim asnjë. Pas luftës dytë botërore nuk është bërë. Ka pasur ato problemet politike siç i kishim edhe neve, por nuk është në ato drejtë. Nuk ekziston ato. Nuk ka asnjë logjik matematike që ajo të ekzistojë. Po unë duhet të rritë shqiptarët. Shqiptarët nuk duhet të pranojnë të bëhen vegël e interesave të huaja në dëm të interesave tona. Zbrazja e shqiptarëve. Edhe kjo që po ndodh sot, edhe ajo që i mund të ndodhi nesër me para, shkoni luftoni atje, pra lini kockat juve për slavët e veriut, luftoni për slavët e veriut, ndërkohë që slavët e jugut këtej do bëjnë namin këtej sepse s'do mbeten më shqiptar. Që kjo të realizohet, e di kush është, më lër një minutë, e di kush është mënyra si mund të lehtësojmë ose të shpëtojmë ne, e di ti Dritan që unë kam shpallur kandidaturën për president vitin 2027 në qoftë. Ma thatë njerë, unë këtë kandidaturën tuaj unë e kundërshtoj në aspektin e kësaj që juve doni të bëni. Unë në qoftë se arri fitoj, unë nuk do lejoj që këto gjëra të ndodhin. Nuk do lejoj që tuaj të vinë të marrin pasaporta shqiptare. Pra do bëj çmos që shqiptarët të mos ikin luftë, shqiptarët të mos ikin emigracion, të ngrihen rrogat dhe pensionet duke luftuar në maksimum. Më dëgjoj pak një gjë. Unë ju e kam dëgjuar edhe herën e parë që thotë, dhe po i them, unë jam kundër kësaj që juve thoni, pse jam kundër kësaj? Unë jam kundër se shqiptarët nuk kanë nevojë për një republikë monarkike. Ajo çfarë këta duan të bëjnë dhe që ti do të jesh pjesë e kësaj, është që të bëjmë një republikë monarkike. Neve aktualisht kemi një republikë monarkike, në aspektin që sot kryeministri është monark. Ai ka pushtetin, ai është kryeministër, ai është kryetar partie, ai është kryetar parlamenti, ai është kryetari i vendit, pra presidenti ka ndërtuar ai. Po pafund kryeministër, kështu që i duhet kjo lojë që të mbrojë. Po pra, kjo lojë, kjo lojë që do të bëj ai. Pra këtë ta bëj absolute, pra këtë republikë monarkike ta bëj në republikë monarkike. Jo, ne duhet ta zhbëjmë këtë. Ne nuk duhet të lozim në lojën e ati, sepse në lojën e ati, në lasën e lozim lojën e ati, ja erdhe ti sot. Okej, e zëm se ky presidenti do të jetë 7 vjet ose 10 vjet ose 10 vjet maksimumi. Jo, ajo do të jetë 5 vjeçar ose 7 vjeçar. Okej, e zëm 2 mandate 5 vjeçar ose 10 vjet. Dakor? Po. Pas 10 vjetësh i ti. Pas 10 vjetësh viu, unë jam njeriu më i poshtër në këtë dynja. Atëherë unë do bëj më keq se sa. Pra, e zhbëjmë, sepse unë e kam gjithë pushtetin. Pra ne po shkojmë drejt një monarkie absolute. Shqiptarët sot kanë nevojë për një demokraci republikane, atë që shpjegova, jo për një republikë monarkike absolute. Prandaj neve duhet të zhbëjmë sistemin që kemi, e vetmja gjë, të luftojmë gjithë bashkë dhe këtë sistem që ekziston sot, ta zhbëjmë. Ta zhbëjmë dhe t'ja heqim pushtetin këtyre bashkëbozukëve, të cilët po duan ta bëjnë monarki. Nuk ka rëndësi këto që thotë. Jo, nuk janë utopi. Ne mund ta zhbëjmë, hajde ngrimë dhe si. Duhet të ndryshojmë një popullin këtu që të kuptojë këto gjëra. Populli e kupton këtë gjë. Populli po ti thuash që pushteti është joti, me kushtetutë ke të shkruar që pushteti është joti dhe këtë pushtet merr ti se takon ty. Dhe duke marrë ti parlamenti u mbet vlerën. Neve sot, ju thoni për një president monarkik.
Neve sot për mendimin tim nuk kemi nevojë të kemi edhe Këta nuk e dua unë. Mirë, pra mi këta po duan ta bëjmë. Po pra po unë se dhe ju po hyni në lojën e tyre. Unë po them, mos hyjmë në lojën e tyre, tash bëjmë lojën e tyre. Neve sot kemi nevojë që institucioni i presidentit të mos ekzistojë, sepse është harxhim i kot. Sot ti ke një kryetar kuvendi. Kryetari i kuvendit në bazë kushtetutës është edhe nën kryetar, është edhe zëvendës president në rast se presidentit i ndodh diçka. Pra zëvendëson presidentin në rast se i ndodh diçka. Figura numër 2. Domethënë figura numër 2. Atëherë, ne do të bëjmë të që kryetari i kuvendit do të jetë edhe presidenti i Republikës dhe ky të zgjidhet me votë nga populli. Dhe dy nën kryetarët pastaj i zgjedh partitë që kanë fituar atje dhe ata janë dy nën president. Dhe normalisht japim edhe kompetenca. Kjo është, pse do ta bëjmë të? Do ta bëjmë të duke i hequr kryetarit të partisë sot të drejtën të zgjedhë kryetarin e kuvendit. Atëherë ti ke bërë një balans pushteti, pra kur e zgjedh nga populli kryetarin e kuvendit, i cili është edhe presidenti i Republikës, ky kryetar kuvendit i kërkon llogari kuvendit. E mban në pra është sot ti nuk ke balans. Ti je shumë e bukur për të ndodhur. Ti nuk ke balans pushteti, pra sot ti pushteti është i gjithi. Ti ditin e dorë një personi. Jo, ne nuk do ta hedhim ballën sipas muzikës, ne duhet ta ndrojmë muzikën sepse ne jemi shumë mic. Ne mund ta ndrojmë muzikën. Ne nuk do të ecim sipas muzikës tyre. Nuk ndodhin këto që. Jo, këto ndodhin, hajde bëjmë të gjithë bashkë dhe bëjmë të punë. Kjo ndodh. Pra populli të duhet të thënë, hajde të zhbëjmë sistemin dhe të bëjmë një sistem ku ti je i pari. Ku populli është i pari, ku ai voton. Ky është një sistem moralist, jo realist. Jo, ky është një sistem realist i bërë sepse ekziston në Zvicër ekziston sepse nuk e ka asnjë vend tjetër dhe Shqipëria është vend i vogël. E kanë, në Zvicër ekziston kjo, në Zvicër ti nuk miraton të asnjë ligj pa referendume. Këtë gjë po propozojmë edhe këtu. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kemi një përzierje midis demokracisë republikane dhe republikës demokratike. Për shembull në sistemin gjyqësor, ku vendimarrjet i merr ke gjykatën popullore. Edhe një pyetje të fundit, Dritan, Shtetet e Bashkuara kanë thënë që duhet ta prishim G7-ën dhe të krijojmë një G5, ku ata kanë vendosur në G5 Austrinë, Hungarinë, Italinë, Rusinë dhe vetë. Si e shikon këta, është një nga këto utopikë që shpesh i realizon Trumpi apo unë e shoh një nga këto lodrat që Trumpi, këto provokimet që Trumpi ju bën këtyre, pra kur shef që francezët po duan të dalin kundër, kur shef që anglezët prallisin për Pax Britannica, kur shef që gjermanët thonë që kanë mbaruar këto çështjet e Pax Americana, ndërkohë që amerikanët po hynë më thellë në Evropë dhe po e marrin peng gjithë Evropën. Ai tash tallet me ta. 75.000 ushtarë do lënë në Evropë. Jo, ma ata nuk kanë nuk do lënë sot kanë 32.000 forca amerikane ndodhen sot në Evropë. Kushdo që të sot? Ata thonë 100.000. Jo, Mario, 32.000 forca kanë sot ata në Evropë. 32.000 forca efektive kanë sot në Evropë. Dhe ato po i ecin dal nga dal. Para një muaj e gjys, i hoqën 2.500, i morën, i kishin në Romani dhe i çuan sërish në Amerikë. Merz deklaroi dje në Bundestag që jeta jon është duke ndryshuar dhe përgatituni për më të vështirën, ndërkohë Gjermania është duke nxjerr ligjin e detyrueshëm ushtarak për të gjithë. Nxjerr ligjin e detyrueshëm, nuk ka të bëjë fare. Problemi ajo çfarë po ndodh në këto vende të Evropës është zbatimi asaj që ka kërkuar Trumpi. Gjermania ka ushtri. Nuk është si Franca dhe Anglia. Po njësojmë e kanë Francë, njësojmë e kanë 180.000 ka Gjermania, 120.000 ka Franca. Një nuk ka asnjë ndryshim. Dhe ndër nuk ka asnjë kapacitet. 180.000 është gati dy fish. 180.000 me 120? Po jo më shumë. 60.000 më shumë ka. Por ama në aspektin në total forcat armatosur, pa në total të uniformuar, ndërsa forca luftarake aktive, forca luftarake aktive, Franca ka 35, Gjermania ka 15 të gatshme për luftë. Pra këto ndryshon. Ti mos e shif në aspektin e atij që vesh uniformën, sepse dhe administrata, kemi administratë uniformuar, siç e kemi në Shqipëri, ushtrinë administratë uniformuar. Do të reformohet shumë shpejt qoftë industria ushtarake e Evropës. Nuk do të reformohet, do të varet e gjitha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ajo çfarë ata po bëjnë evropianët sot. Po varen nga Amerika dhe po duan të krijojnë idenë te qytetarët evropianë që Amerika na ka lënë vetëm. Dhe këtë 5% që na e detyroi Amerika, sepse ky 5% që u bë me detyrim amerikan, 5% i GDP-s për NATO-n. Neve duhet ta japim që ti bindësh qytetarët evropianë që të japin këto para, pra që të mos kundërshtojnë për këto para, çfarë duhet bërë? Duhet krijuar ideja e Afrikës që jemi vetëm, do sulmohemi nga Rusia, do jemi në luftë, amerikanët na abandonojnë. Që është një sjellje taktike kjo. Është sjellje taktike për të krijuar te qytetarët evropianë idenë e luftës, sepse sot qytetarët evropianë jetojnë idenë e paqes, pra ti duhet të krijosh mentalitetin e luftës dhe pse mentalitetin e luftës? Mentaliteti i luftës duhet për dy arsye. E para, për të bindur qytetarët evropianë që okay, merri këto parati, se parat nga duhen marr nga arsimi, nga shëndetësia, nga socialet, nga gjitha tjetër, merri këto parati dhe çoj për të prodhuar armatim. E para, dhe e dyta është që
duke qenë se jemi duke u përgatitur për një luftë, atëherë çdo gjë do bëhet në mënyrë sekrete, pra unë s'jap ty llogari dhe heqim llogaridhënien, se gjithë problemi i tyre është te heqja e llogaridhënies. Dhe në moment që heq llogaridhënien, atëherë ti për heqjen e kësaj llogaridhënie do marrësh vendime ligjore në kundërshtim me të drejtat e njeriut, por unë nuk do kundërshtoj sepse duhet të sakrifikoj sepse nesër ne po bëjmë këtë për të mbrojtur. Pra kjo është e gjithë loja që po bëhet. Në veprën e vet Mein Kampf, Hitleri ka deduktuar qëndrimet e klasës udhëheqëse ekonomike dhe politike të kohës, është mezit të shekullit të 20, dhe thelbi, sidomos në volumin e 3 ku ai flet për luftën dhe ka qenë një material i shpërndar pasi u bë kancelar në vitin 33, unë i kam botuar 3 librat e tij dhe i kam redaktuar vetë dhe kam pasur probleme të mëdha në atë kohë. Kur i botova në vitin 12, sepse si shplotësuar ajo 70 vjeçi që lejohet nga gjyqi i Nurembergut që e kishte marrë. Unë e kam lexuar në anglisht, atë botuar në Sloveni. Pra s'ka ndonjë. Mirë, në shumë biblioteka ka ekzistuar. Ekziston dhe i numri kufizuar librash për studiusit i kësaj Mein Kampfit dhe ai theshte që problemi ynë kryesor i gjermanëve për të mbjetuar është problemi se slavët kanë marrë shumë toka të Evropës dhe kanë ndryrë nëpërmjet putjes së Ukrainës, Bielorusisë pak më në veri, dhe ne duhet t'ja urimarim të toka. Dhe duket se ky konflikt është rihapur përsëri. Këtu është dora e sionistëve, për mendimin tim, të cilët pasi futën dhe një revolucion të dytë, po me një taktik tjetër, atëre bazë ishte ideologjia marksizmi, duke përdorur marksizmin ata kapën gjithë komisariatet, komitetin qendror, këto çekën që kontrollonin këta duke për masakra të mëdha mbi popullin rus dhe tortura të mëdha. Dhe tash i ka ndruar taktik sepse komunizmi ra si ideologji marksizmi në vitet 90 dhe njerëzit u bën mosbesues ndaj kësaj ideologjie që përdorën që futët kundër rusëve dhe slavëve dhe popujve të tjerë. Dhe tash po përdoret kjo taktika e provokimit që bën nëpërmjet Ukrainës, krijimit të Ukrainës së madhe, të cilën e krijoi Khrushchevi kryesisht, duke i dhënë Krimen, duke i dhënë Odesën, sepse Ukraina kur s'ka qenë der atje si njësi territoriale në kohën e carëve. Dhe tash po synohet përsëri populli gjerman i cili u godit në 2 luftra botërore për këtyre politikave sioniste, po synohet që përveç vrasjes së slavëve me njëri tjetrin, tash duan të futin një pjesë të slavëve siç janë Ukraina në koalicion me gjermanët dhe t'i vrasin dhe njerë gjermanët me slavët dhe me rusët. Pra ky objektiv ndaj atyre popullve ku kanë jetuar ashkenazët, kazarët, të cilët kanë kërkuar pushtet më shumë se sa kanë pasur oreks më shumë se sa mund të gëlltisnin dhe këto popull i kanë vënë kufizime dhe i kanë goditur në histori, tash këta duan të bëjnë një lloj riakmarrje tjetër dhe një prishje të ekuilibrave të fuqive që kanë qenë deri tash në Evropë dhe në Rusi dhe të dalë unë mendoj që është Britania atë që bëri duke ndërtuar me Deep State-in Pax Amerikanën, po në fakt ka qenë Pax Britanika e fshet, duan ta bëjmë përsëri këtë skemë duke ndërtuar Pax Izraelin gjoja, sikur është Izraeli ai që do sundoj botën dhe do vendoset Washingtoni i ri në Jeruzalem, po për këtë duhet një luftë e madhe Izraelit për të mposhtur Iranin dhe për të bërë atë Izraelin e madh sipas skemës, herët si Izrael që i thon, sipas skemës që ata kanë bërë. Mua më duket që është duke rënë Pax Amerikana dhe është duke u ndërtuar Pax Judaika. Mbas viteve 2030 ose 2032-2033 kur mund të vendoset një rendiri botëror, po jo vetëm një rendiri botëror, do bëhet dhe një rivendosje e madhe. Klaus Schwab, i cili është zëdhënësi kryesor i elitave botërore sot, nga Davosi ka deklaruar disa herë rendiri botëror në cilin ndodhemi, ose sistemi ku ndodhet bota mbas luftës dytë botërore, është i gabuar dhe ne do ta ndryshojmë. Ne do bëjmë një rivendosje të madhe. Rivendosja e madhe është më shumë se një rendiri botëror. Rendiri botëror është më vogël se sa rivendosja e madhe. Pra këta
duan të realizojnë një skemë shumë të madhe, që është depopullimi, që ka filluar me vaksinat, deri sot nga vaksinat kam vdekur mbi 30 milion njerëz, që nuk mund të vriteshin kollaj në një luftë. Nëpërmjet LGTB-ve që në vendet perëndimore i kanë çuar ke 20-25% me vaksina, me politika, me indoktrinime, me përfshirje, me transgenderizma, ku ata humbasin funksionet e tyre riprodhuese në mosha të vogla kur si kuptojnë gjëra duke i futur në këto shoqata, duke i joshur me wokizmin, duke u thënë që keni punën të garantuar, aq përqind sa ju jeni në shoqëri 25% do t'i zini vende pune në administratë, në sektorin civil me detyrim me ligje, siç u bën në Amerikë në kohën e Bidenit dhe po e bëjnë dhe këta evropianët, pra duke joshur me këta, ka rënë fuqia riprodhuese, pra një depopullim pregati 30-40%. Tashi problemi më i madh në populatat janë moshat e reja, sepse moshat e vjetra janë duke vdekur. Dhe moshat e vjetra në perëndim, ku po bëhet revolucioni 5 industrial me shpikjen e robotëve, me shpikjen e bashkëpunimit të inteligjencës organike që jemi në njerëzit si kompjutera biologjik, me inteligjencën inorganike ku ata duan të na futin qipa në kokë dhe kanë filluar këto projekte ku e ka thënë dhe Klaus Schwabi, mbas viteve 2030-2040 do të ketë një harmonizim në trupin e njeriut midis inteligjencës artificiale dhe inteligjencës organike të njeriut, pra është duke u bërë një revolucion i madh industrial, ku njerëzit janë frymë të tepërta që s'ka që duhen elitave botërore, sepse punët në për industrira do t'i bëjnë robotët, po prodhohen robot pa fund në sektor të ndryshëm, qoftë shtëpiak, qoftë në industri, çdo gjë do robotizohet. Dhe këta njerëz janë të tepërt, nuk kemi çfarë t'i duam, mund të na shkaktojnë trazira, mund të na shkaktojnë probleme. Depopullimi po shoqërohet me paranë digjitale, shumë shpejt do hyjë paraja digjitale në të gjithë perëndimin. Edhe Trumpi e ka pranuar që do të futë CBDS-n, po unë mendoj që problemi madh atje që do të jetë lufta civile. Këtu në Shqipëri, ky kryeministri ton, mbreti ton ka disa muaj, qofse edhe mbi një vit, që bashkë me ministren Denaj, jo sjega kjo, ministre financave, se më falë se nga trova emrin, bashkë me këta që do kalojmë drejt parasë digitale, do jemi një vend pioner që do hyjmë nga të parët, kam futur atë diellën ministren nga të parët vendet e botës ku një ministër është nga inteligjenca artificiale. Pra, pas parasë digitale, këta do duan të na vrasin në për luftra, pasaj unë mendoj që ka një lidhje dhe një bashkëpunim midis inteligjencës artificiale dhe valve MF të lëshuara nga satelitët dhe nga antenat që janë në të gjithë perëndimin, në shimbuluar i gjithë territori dhe nëpërmjet valve do goditen ata të vaksinuar, të cilët kanë bërë vaksina me prezencën e pllakave të karbonit që kanë pasur këto Pfizeri, janë ato që ndryshojnë me RNA dhe do vrasin rinin në për luftra, pasaj kur të vendose paqja, do bëjnë dhe një plandemi tjetër në fund të luftës. Pse do ta bëjnë plandemin tjetër? Sepse do kërkojnë mikrochipimin dhe kjo do jetë faza e fundit e kontrollit të njerëzve nga pakicat. Dhe çfarë do bëjnë? Mbaj mend të që po të them. Sepse 5-6 vjet do ikin shpejt dhe inshallah të kemi shëndet dhe të jemi gjallë. Këta do bëjnë një lloj plandemie me temperaturë. Dhe do thonë që ata që kanë temperaturë mbi 36.5 ose 37 janë rrezik në qoftë se hyn në ambiente publike, në për markete, në për banka, në punë, në për zyra, në administratën dhe në për sektorët privat, dhe do thonë, duhet të vëmë një mikrochip në dorë që në çdo institucion që do hyjmë do ketë një aparaturë që ti nëpërmjet mikrochipit do ta shikosh sa e ke temperaturën. Dhe në qoftë se ti e ke mbi 37, gjoja ti e rrezik për të përhapur pandemi dhe duhet të izolohesh, të shkosh në spital, të marr ambulanca. Dhe pasaj, pasi të kaloj kjo pandemia pas një viti e gjysmë ose 2 vjetësh, këta do kërkojnë që në ky mikrochipi që keni futur, do vendosni gjithë portofolin tuaj dhe portofoli tuaj do të jetë digital.
aty do keni patentën, aty do keni lejen e qarkullimit të makinës, aty do keni këtë kartën e identitetit, pra ti s'ke nevojë më të mbash, aty do kesh numrat e llogarisë, në qoftë se ti rebelohesh ose shkruan në rrjetet sociale ose del flet këtu, siç flasim ne sot të lirshëm, ai të thotë gjatë buzëqesh, bravo thot Sako. Bravo Goxha, do të vini njerëz të shkëlqyer, por do merrni një dënim thot. Numrat e tuaja llogarisë pezullohen për 6 muaj derisa ju të mos flisni këto 6 muaj asnjë gjë nga këto që nuk janë politika zyrtare. Dhe ti do dalësh në rrugë pa dokument, pa patent, pa atë pasaportën digjitale, më kupton? Unë edhe ti s'do kesh mundësi të jetosh. Po, të kuptoj, gjitha këto këta kanë qëllim. Plani i madh që këta kanë bërë. Po, kjo është plani që këta i kanë. Ky është fundi. Plane këto që këta i kanë shpalosur, pra nuk janë të fsheta. Po. Pra këta kanë shpalosur. Bravo. Dhe se kur ja u them njerëz on thon ç'a flet ky. Jo, nuk janë të shpalosura, janë të shpalosura. Këto janë të shpalosura. Pra nuk ke rivendosja e madhe. Nuk po flasim për diçka të fshehtë. Por e para, çështjet e luftrave kanë të bëjnë me çështjet e kolonializmit. Kolonializmi ka pasur gjithnjë 3 arsye kryesore. E para ka qenë burimet natyrore. E dyta ka qenë krishtërimi, pra perëndimi gjithnjë ka bërë për shkak për të çuar krishtërimin, pra luftë fetare, pjesa tjetër. Dhe e treta ka qenë rivalitet i fuqive perëndimore me njëra tjetrën. Kjo ka qenë arsyet dhe këto janë aktualisht edhe sot arsyet e kolonializmit që këta duan të bëjnë ndaj Rusisë, pra ta ballkanizojnë Rusinë, të treja. Nuk ka tjetër gjë. Për sa i përket drejtat e njeriut, to që juve tha që duan të bëjnë këta, po, këta janë shpalosur këto. Dhe ndaj unë them që neve duhet të rezistojmë. Pra jo të marrim malet, po të rezistojmë. Të rezistojmë jo për veten tonë, po për të ardhmen e fëmijëve tanë. Pra ta vëmë veten e parë në rrezik. Është çështje kohën e pandemisë unë organizova protesta. Po, nuk duhem në protestë. Edhe nxora 3000 veta në shesh. Unë jam kundër protestave. Sepse njerëzit çka kanë bërë? Ti nxjerr njerëzit sot në protestë. Ashtu fillon. Dhe këta jo, ti nxjerr njerëzit sot në protestë. Dhe këta çfarë bëjnë? I kapin njerëzit një nga njës, këta kanë mësuar. Dhe i kapin një nga një aty ku kanë këta probleme njerëzit. Asnjë s'ka në fëmijë, se unë zgjodha taktika shumë. Tashti, problemi është i tillë. Por ne këta mund t'i rrëzojmë çdo kohë. Këtu bëhet lla për ekzistencën tonë dhe të familjeve tona dhe të fëmijëve tan. Pra në rast se ti mua ma kërcënon jetesën time. Ato lën tankset në kohën e pandemisë. Pse s'u ngritën njerëzit? Unë me kushtetut e kam të drejtën time që të mbrohem dhe mbrojtjen e bëjmë me të gjitha format dhe mënyrat. Pra në rast se ti ma cënon jetën, ti që ta kam dhënë pushtetin për të më garantuar jetën, ti po ma cënon jetën. Atëherë unë do të mbrohem. Mua më lindë drejta vetë mbrojtjes. Të vetë mbrohem me të gjitha format. Për këtë arsye, neve sot duhet të organizohemi për vetë mbrojtje. Ndaj këtyre që po duan të na cënojnë jetën dhe të ardhmen. Vetmbrojtja bëhet me të gjitha format dhe mënyrat. Këta po përdorin dhunë, ne do t'i përgjigjemi dhunës me dhunë. Demagogji. Është shumë e thjeshtë. Duke i mashtruar njerëzit, sikur po luftojnë për një luftë të drejtë. Putini është gogoli që po na shkatron. Por ne intereson Putini. Putini, unë thash, Putini, Ukraina dhe gjitha janë luftë midis slavëve. Slavët e veriut për sa kohë vriten. Për mua nuk është asnjë problem. Edhe gjermanët dhe polakët po hynë, edhe bielorusët janë me njëri tjetrin. Le të hynë me njëri tjetrin, ne s'kemi punë atje. Për sa kohë ata vriten me njëri tjetrin, ne mund të komentojmë, siç komentuam, mund të analizojmë, siç analizuam, po nuk është problemi jon. Nuk ka pse bëhet problemi imaj. Problemi im është Shqipëria. NATO ja do kryej strukturat në rrugë, do t'i nxjerrë për të kapur njerëz. Problemi im është Maqedonia, problemi është Presheva me Beqë dhe Bojanovci, problemi im është Çamëria. Këto janë problemet e mia. Mirë, këto thot ky kryeministri ton, ne mund t'i rimarrim këto thot nëpërmjet NATO-s sot dhe ky kazari jon, ky është kazar. Të derdhim gjakun thot që ti fitojmë. Atëre, ky është kazar. Po. Ky kryeministri jon është një kazar te neve. Dhe ky kazari jon, ç'a kuptim? Kazar është ky nuk është shqiptar. Nga prejardhja. Po, nga prejardhja nuk është shqiptar. S'është, nuk është shqiptar. Pse si e vetëm 1% të vogël ka këtë. Po s'ka, nuk ka, vetëm gjyshin nga nëna ka nga kasneset e progonatit. Dhe edhe gjyshin nga nënda është nga njëjti fis që ka qenë Spiro Milo është oficeri me origjinë nga progonati. Spiro Milo është nga fisi këtij, nga fisi kasnesve dhe Spiro Milo e udhoi që grekët, po, dakor. Kur morën i marrën, këndohet edhe një këngë, po kolegët janë ora. Këndohet edhe një këngë. I thotë Spiro Milo Progonati ishi ku të çoi inati. Do të se e bëri për inat. Si ky Beleri, si ky Beleri. Si Beleri, si Bollano, si të gjithë bashkë këta. Po. Edhe si ky. Edhe ky po e fal detin për inat, pra edhe ky po bën të njëjtën gjë që për Spiro Milo. Për inat të shqiptarëve po bën gjithçka.
Nuk ka asnjë lidhje këtu me Shqipërinë. Ky ka afeksion me E grekët. kam thënë dhe po e them. Niko Peleshi 1, kjo zënës kryeministrja 2, ky ministri mbrojtjes 3. Po këta janë të gjithë argat të Greqisë. Në ekonomi, ky është shumë i dashuruar me... Këta janë të gjithë argat të Greqisë. Mirë, unë mendoj ta mbyllim Dritan. Ishte një bisedë e këndshme, pak hard-talk, fillova ne e bëm çik të nxehtë në disa raste atë, vumet sa paste me njëri tjetër. Konstruktive. Po, konstruktive, me qëllim informimin sipas mendimeve tona. Edhe një herë ju kujtoj të gjithëve që na ndiqni, mos harroni të bëni subscribe dhe like kanalit ton. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në biseda të tjera me Dritanin. Tung tung.